Përshëndetje dhe mirëmbrëma më dëgjon? Përshëndetje dhe mirëmbrëma diaspora kudo që jeni. Ju flasim drejt për drejt nga Tirana, së bashku me Michiganin. Përshëndetje Tedi dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Gashi, kënaqësi të jem para teje prap. Sot kemi një temë shumë të nxehtë ku Më mallëngjeve. Kur të dëgjoj kështu që më thua ato legjonash, jeni bë shumë emocional juve që vini nga Amerika, jeni shumë hormonal kështu, si natyra. Ja, jemi shumë të dhimbshëm. Si? Jemi shumë të dhimbshëm. Të dhimbshëm. Po, do të thënë Dhimbshëm. Po, na dhëm shumë, po, të dhëmshur. Abetaren, Tedi mos harro, do duhet ja abetare për mua. Sot kemi një temë shumë të nxehtë dhe shumë Mandi dil çik që këtu vlla se na bën zhurmën. Dhe shumë të përfshirë në politikën shqiptare. Protestat në Shqipëri po dështojnë dita ditës dhe çdo secila opozit po tregon sa dështak janë çdo ditë. Sot isha në mëngjes para kuvendit vjetër ku zonja zëvendës kryeministre duhet ishte zhveshur nga imuniteti i diplomatik, le të themi, se deputet është pak e ullët, por diplomatik, dhe kjo gjë dështoi, pa fat, madje. Nuk dhan asnjë lloj date kur do ketë një mbledhje tjetër, dhe po ashtu socialistët na tallnin nga xhamat ose nga dritaret e kuvendit, ndërkohë ne, populli që kërkojmë drejtësi, ishim poshtë duke luftuar për drejtësi në mbështetje të SPAK-ut dhe në mbështetje të drejtësisë, që këtu në Shqipëri nuk e di, por kam një pyetje për ty Gashit, sepse ti je shqiptar i Shqipërisë dhe s'ke qenë ndonjëherë larg Shqipërisë. Fatkeqësisht. Edhe fatmirësisht. Po. Pyetja është, pse kanë shqiptarët e Shqipërisë frikë nga drejtësia, vlla? Se janë të gjithë të inkriminuar. Jo, unë po flas për punën e popullit, se Po ti je pse janë pjesë e të gjithë të publikut. inkriminuar? Kur ti Pjesë e shkon, publikut. kur ti shkon të ndalon polici, nuk i thua dot policit më fal, më gjete me telefon, ndodhi mua dje. Po. Isha duke u marrë me telefon, isha në makinë, e hapi kraun polici. E di cila është gjëja e parë që i thash? Vlla, ma boja allal se për çata, se më kape me telefon dorë. Ku punon, me çfarë merresh? Gjitha mirë, e pa tenën që unë s'kam pikë të humbura se Po, e ketë pasur. nuk eci keqe gjitha me radhë. Është gjënof tha të pagush 50 deri në $150 Për gabim po. për një gabim të vogël. Hap kraun tha dhe fol në telefon. Po më fali. E di pse? Mendoj unë, sepse tregove edukat të kulturë. Pikërisht pra vlla. Domethënë Dhe- kanë frikë nga drejtësia sepse nuk kanë treguar ndonjëherë edukat. Po, Pra ti kur të ndalon polici do ta inkriminosh me 10.000 lekësha, me 20.000 lekësha. automatikisht. Automatikisht shkonte roja, i jep 10.000 lekëshin rojës me ta parku makinën në një vend Po. që nuk parkohet. Po, Shkonte spitali, do t'i futesh në një lek edhe mjekut, kirurgut, e tjetri. Po. Pra, kur të vjen drejtësia, që ti s'duhet bësh asnjë lloj gjëje të palishme vet, ti trembesh sepse gjithë jeta jote është e inkriminuar. Pra në Shqipëri bëhet korrupsioni pasiv dhe aktiv pafund në përditshmëri, jo vetëm në nivelet më të larta. Dhe do Po të flasim thotë për nëse Belindën, për Ramën që kanë 400 apartamente, 500 apartamente, a kupton? Po flasim për njerëz vulg, njerëz të thjesht. Që tek shotem unë ty, që te bileta autobusit, të mos paguash 40 lek të reja, 40 cent, biletën e autobusit, po t'ja fshehesh aty dhe të zihesh me faturinën, me atë zotrin ose me djalin, është e tmerrshme që këtu fillon drejtësia vlla. Drejtësia, pse kanë frikë nga drejtësia? Në qoftë se drejtësia do funksiononte, jo të gjithë bitë e shqiptarëve do shkonin në shkollë të lartë, Ësakt, se nuk e meritojnë vlla. ësakt. Pra dalin disa nëna dhe disa baballar që thonë ëndra ime është që ta kem djalin mjek. Djali vetë mund të jetë debil funksional, a kupton? Po e dua mjekun. E dua drejtor, e dua kështu, e dua ashtu. Pra, neve paguajmë për vend e pune, këtu paguhet për vend e pune. To e blen E blejnë vendin e punës. Si mund kërkoj ky popull që e blen vendin e punës drejtësi. drejtësi, ose si mund ta konceptoj drejtësinë, ose si mund ta përqafoj drejtësinë vlla? Pse është përhapur kjo kulturë? Si? Pse është përhapur kjo kulturë? Kjo është pyetje shumë e përgjithshme, pse është përhapur kjo kulturë? Ka shumë faktor. Faktori në radhë parë është Dua kultura. të dal se nuk e kam vetëm te analiza pse është përhapur, e kam te analiza
pse është përhapur në sensin që çfarë ka rrjedhur nga lart, pra çfarë mund të ndryshojmë për të qenë konstruktiv në Ndrysho veten vlla. Do të thënë ne keni dëgjuar të dyja të shprehen, qoftë se ti do të ndryshosh botën, fillohet të ndryshosh veten. Po. Shumë saktë. Tani ti tregoj drejt me veten tate. Mua më kanë ardhur oferta nga punë që më kanë thonë Teti do iki nga puna, do vishte marrësh ti vendin aty? Sot sa për tashtu? Jo. Pse? Sepse nuk më duket e drejtë që unë ta sulmoj njëri pa më sulmuar. Qoftë edhe për para, qoftë edhe për pushtet, qoftë edhe për punë që ti marrësh vendin. Kur kam qenë student 18 vjeç, kam pasur diku te 6270 pikë, 6300 pikë. Mund të kapja mjekësinë me shtesa. Se bëhet një lloj kualifikimi, siç janë provimet e maturës college atje, provimet përfundimtare, janë edhe këtu provimet e maturës. Ti e di se ke qenë në Shqipëri. Nëna ime mbaronte që unë të isha stomatolog, babi im financiere gjitha, nuk ishin dy dashurit mijat. E di cili është argumenti që nuk e kam hedhur mjekësinë. Sepse nuk dua t'ja vras ëndrë një djali ose një vajzë që e dashuron mjekësinë vëlla. Unë nuk e shikoj dot spitalin me sy, aromën nuk e dalloj, nuk e duroj dot. Same. E urrej nocionin e spitalit. Kur mos pafsha njëri atje, as veten as hasmin kur thonë, kupton? Se imagjinoj dot vetëm unë me përparse të bardh, duke e hapur barqe, duke mbyllur barqe. Por ka dikush që e ka ëndër. Të shkoj ai që e ka ëndër vëlla, kjo është drejtësia. Çaj do ta bëj tamam. Pse duhet me azën vendin? A na lejon dot ne ambienti për të bërë këtë evolucionin Po. apo është koha për revolucion? Po vlla. Po ta lejon ty sepse askush nuk ndikon te ty. Dot, po s'desh e ti. E ke zgjidhje vet. Në Shqipëri neve kemi vojtur, Nuk mund të themi, shiko, vazhdo. në Shqipëri ne kemi vojtur 45 vjet regjimin hoxhist. Regjimi hoxhist ishte një nga diktaturat më tegra në botë. Por një gjë nuk vrau dot Enver Hoxha vlla. Mendimin për të mos e dashur Partinë Komuniste. Edhe Enver Hoxhën. Ti nuk e shpreh dot. Ai vrau shprehjen e mendimit, lirinë e shprehjes, frikën, terrorin e gjitha merat. Po ti atje në shtëpinë tate, te krevati jot, i mbuluar, mund t'ja thoshe vete sa dua të urrejo Enver Hoxha. Inshallah të vrasin. Kurse ndaloj dot Enver Hoxha kët vlla. Kush që kanë këta që të ndalokan ty? Të merresh me veten. Asnjë. Vlla, është ideja çfarë çmimi i vendos ti vetes. Gjithë pyetja është sa e vlerëson ti veten valla. E vlerëson $1.000, $2.000, $5.000, 50.000, 100.000 apo 500.000. Unë veten time nuk e vlerësoj me asnjë lloj leku. Priceless. Është pa lekë vlla. Po. Është si puna të thoj njëri, do t'jap 200 milion euro, po vritë maman tate. Po. E bën ti vlla? Jo. Pikërisht pra. Do më thënë 200 milion euro është 200 milion dollar që aty nuk merr fare kuptim, shumëzohet me zero. Sepse është diçka që është totalisht për te normave dhe kodeve tua jetësore. E njëjta gjë është siç themi ne tani te mamaja është e sakrifikon ti veten për $100 milion po një jetëve. Do më thënë ti do me mbleme dollar me prodhim hebre atë që është krijesë e Zotit? Që të ka kriju po ty. Po s'ma blen dot vlla. A mund të më friksosh? Po, më frikson. Më frikson vlla se vjen një moment që thëm do më heqin qafe se kam familje. Edhe qetësohem, zhdukem. Ti mund të friksosh, po ti nuk mund ndikosh dot tek unë vlla. 100% drejt për drejt se çfarë du me bën. Tani, duke i qenë në këtë atmosferë, çfarë mund të shpresojmë ne sot? Sepse ja kemi këto pra për të shkelur pak tek tema. Kemi parë protestat së fundmi. Kemi parë te hinten kishte lëvizja bashk e Arlind Qorit. Të premten ishte protestë qytetare, po dolën logo të Partisë Mundësia. Kemi patur protestën e Shqipëria bëhet 24 shtatë para kryeministrisë dhe kemi patur edhe disa foltorë nga Partia Demokratike, e cila ka lajmëruar protestën masive ditën e hënë. Dhe Shqipëria bëhet që e ka të nesër në orën 12. Tani çfarë presim ne duke patur këtë lloj atmosfere? Çfarë duhet presim ne nga këto protesta? Çfarë rezultati? Pa duhet të shpresoj unë për shembull që nesër populli të dalë masivisht në orën 12?
morarin e Shqipërisë flas gjithmonë. Një pyetje dhe përgjigje këtu pastaj merret i gash. Sa mendon se është peshuar secila prej opozitës me ato dollaret e eurot? Gashi tha janë priceless. Po këta si mendon, janë priceless apo kanë price tag? Se unë e kuptova shumë mirë që këta gjithë kanë price tag. E kam kuptuar, por kjo ishte një pyetje edhe përgjigje plot retorik mbase. Merre gash. Po ti shpreso, kush ta heq ty drejtën për të shpresuar? Ka njerëz që shpresojnë të bëhen Krishti. Dikush ka dalë në Turqi thot do vi përmbytja madhe se më ka folur Jezusi në ëndër, edhe po ndërton arkën e Noas versioni 2.0. Dikush tjetër thot shiko se unë jam Muhamedi, një debil tjetër në Amerikë thot unë jam djali i pasardhës i këtyre profetëve, jam profeti i fundit. Kështu që në këtë prua psiqik që i kanë lëshuar plumbat njerëzit. Kur tjetri i lëshon plumbat, pse mos i lëshojmë dhe neve me shpresën funditës? Ti shpreso. Po problemi është e kisha për strategjinë po. Po cila është strategjia? Ku e shikon strategjinë ti? Se ti më shkatron fare mua. E kisha për strategjinë. Ku e shikon? Po patjetër. Ku e shikon strategjinë? Politike që po ndjek secili subjekt dhe ne të ta gjykojmë tani. Po çfarë strategjie është? Partinë Demokratike, e cila Partia Demokratike doli një herë me pretekstin e një proteste. Nuk i eci, e ktheu në foltore, u kthye në kulturën e foltoreve, po mban foltore mbas foltore që të përgatitet për një protestë masive. Se mendon se me këto foltoret avash do e ndërgjegjësoj popullin, ashtu mendojnë dhe pretendojnë që të hënën të dalin njerëz në protestë masive. A krau tjetër, Shqipëria bëhet ka stilin e saj. Pra po rri 24/7 para kryeministrisë, për arsye se e ka kuptuar që kur rri 24/7, mbase ditën e parë, ditën e dytë nuk kalojnë disa, ditën e tretë janë ca njerëz që thonë, "Ore, po kalojmë mirë andaj çojmë ç'bëhet." Kanë folur me njerëz që kalojnë dhe rrinë dhe ikin dhe pretendojnë që të nesërmen, pra ditën e shtunë, të mblidhen masivisht. Pra kon dy subjekte që ka këto dy strategji. Në krau tjetër kemi shehajin që nuk ka qenë aktiv tani në bazë të këtyre strategjive ne gjykojmë sa të sakta janë dhe a duan të bërë gjërat kështu. Berisha tha që mund të kalojnë në grevë urie. Pra e solli si fjali. Nuk tha do ta bëjmë, nuk tha nuk do ta bëjmë, e solli si fjali. Mbase mund të gjykojmë pak a ka nevojë për një grevë urie. Ose çfarë po bëjnë gabim këto në strategji. Tani që atmosfera dhe kultura jonë është e tillë, kjo është fakt. Unë nuk e mohoj dot. Po tani të paktën të fillojmë të mendojmë pak çfarë të bëjmë që nesër, pas nesër, të njëjtën, nuk ka rëndësi, në cilin do subjekt, ai popull të çohet dhe të luftojë ose të bëjë përpjekjet kundër atij regjimi, i cili sot është në pikën e tij më të ulët. Dhe kjo han debat. A është ai regjim në pikën e tij më të ulët? Çfarë mendimi keni për këtë? A duhet të reagojmë? Pra është një oportunitet, a është një mundësi sot, ka duhet të reagojmë sot ose mund të jetë shumë vonë nesër? Po pse duhet në ulët politike që ka? Shikoj, ti te gjitha kjo gjëja që the ti, gjithë kjo retorika jote ka thënë një të vërtet shumë të madhe që më thënë është edhe përgjigja pyetjes si bëre. Mungesa e strategjisë. Ti the mundet. Berisha është shpreh mundet. Nuk e pranoj që do futet në grevë, po mundet edhe të futemi në grevë. Po mundet edhe unë të jem Supermani. Mundet edhe unë të jem presidenti i arshëm i Amerikës. Për aq kohë sa është bërë ai indiani në New York, mos të bëhem unë. Qa kam shumë India si sa Shqipëria? Për pos 1.700 milion e 90 miliona, 790 milion veda më shumë se sa neve, kupton? Pra nuk nuk është strategji mundet. Strategjia është do ikim 1 2 3 4. Po na ndodhi ky skenar, kemi planin A B C D. E tjera me radhë. Pyetja që kam unë për ju të dy është, a mendoni se po i skenohet një 21 janar tjetër? Jo. Pse? Ku ke popull për të bërë aq protestë masive? Po pse 21 janar ishte populli që erdhi, ë? Nuk ishin të paguar këta. Jo, është tjetër gjë. A pra? Është tjetër gjë. Nuk ke njerëz me tru që të formojnë një gjë të tillë, të mendojnë për ta formuar një gjë të tillë. Janë të përçar. Asnjë parti nuk afrohet me njëra tjetrën. Nuk bashkohen. Dhe pa sot, isha vet. E nisën protestën para kuvendit, populli thjesht, publiku. E kupton, pa asnjë affiliation me partitë. Erdhi pastaj mundësia, edhe dolën në rrjetë të parë me flamur, edhe folën dy antarët e saj. Kupton? Tu kam ca kundërshtime.
Jo, mbaroje patjetër. Fjalimet më të bukura kam dëgjuar nga dy njerëz më të thjeshtë. Njëri ishte një djalë dhe njëra ishte vajzë që i bëri thirrje atij Erjon Kokpaçës se ai shantazhoi ose talli njerëzit që ishin aty poshtë, edhe që sa pak janë, domethënë ne jemi të dobët se jemi pak. Po s'ka problem se po të ishim aq të dobët nuk të ishin 30 policë aty në rresht. Kupton? Si hujgardhi që rrinin. Po të ishim të dobët dhe të pavlefshëm. E kupton? Urdo, Teti. Ti përmende pak bashkimin e partive opozitare. A mendon se duhet bashkohen partit, pra logot, apo duhet jetë një protestë masive qytetare? Se janë dy gjëra shumë të ndryshme dhe një protestë masive qytetare lë pas shumë inate ose mlefe që mund të jenë krijuar qoftë partitë e reja me njëra tjetrën ose që kanë ndaj PD-s për pakënaqësitë që kanë grumbulluar gjatë viteve. Sa mendimi ke? Të ta shkërmoq që ta kuptoj dhe publiku, sidomos diaspora. Kur them që opozita, partit që janë këto 4, Mundësia, Demokratikja, Shqipëria Bëhet dhe Lëvizja e Arlind Qorit, Lëvizja Bashk. Po. Këta për të mirën kolektive të publikut, të popullit, të kombit ton, duhet të bashkohen jo me logot e partive. Duhet të bashkohen dhe të zgjedhin një person që t'i japi drejtim me kryesi të mposhti dhe të hedhi Partinë Socialiste jashtë fuqie. Dhe këta nuk arrin ta bëjnë dot këtë, nuk bëjnë kompromis me njëri tjetrin. Përse mendon që për Bashkinë e Tiranës bën kompromis Partia Demokratike me gjithë Partinë Mundësia, por për Ramën nuk e bëjnë. Ky është i gjithë problemi. Këta nuk kanë strategji dhe nuk kanë dëshirë të bashkëpunojnë për të mirën kolektive. Dalin, folin, nxjerrin ndonjë flamur, bëjnë ndonjë gjest, hedhin ndonjë video, por ku është bashkëpunimi, ku është ai zinxhiri i hekurt? E kupton? Ku është rezultati që këto partit vërtet po luftojnë dhe po fuqizohen me një dëshirë dhe me një qëllim, të mposhtin korrupsionin e kalbur dhe krimin organizuar që është qeveria socialiste. Asnjë nga këto partit nuk tenton të afrohet bashkë. Dhe sot kalova para kryeministrisë dhe pash Adriatik Lapajn dhe disa anëtar të atij të partisë dhe pa fol keq, pa i injoruar, pa i disrespect, absolutisht zero nga këto. E di si mu duken si ata endacakët e San Franciscos dhe të New Yorkut. Me ato karrike dhe me batanie, vëlla, në 90-at nuk i ke parë këto lloj skenash, form protestash në Shqipëri. Në 2025-ën ajo duket sikur është një skenar filmash dhe një strategji e Ramës. Ai thot aty do rriun pa, si ja them, pa afat. Që aty unë e kuptoj që ky është aty për një kohë të gjatë, sepse ashtu i kanë thënë atij që ai të marrë sa më shumë vëmendje nga publiku dhe të hiqet vëmendja nga gjitha pislliqet. Po mirë, pse një krye familjar si Adriatik Lapaj do duhet sakrifikonte kohë me vajzën e vet për me qenë vegël e Ramës, o vëlla. Se edhe kjo tash duke nxirr çdo lloj njeriu, unë kam pas përplasje me Adriatikun ideologjike. Po tash jo ta nxjim vëlla. Kot. Për sakrificë më që ka pranuar. Po pra, po pse duhet sakrifikoj kohën me vajzën e vet, me gruan e vet? Unë jam larg familjes time për shembull, edhe unë po sakrifikoj për të mirën e kombit. Vëlla, ti nuk ke fëmijë vëlla. Po çfarë fëmijë e vogël, çfarë do mbaj mend ajo? Ai nuk do rri aty me vite të rralla, me vite të tëra. Ore, kur bëhesh bab, të rritet një instinkt tjetër e burr. Nuk e kemi neve të tre, nuk e kemi, se asnjëri nga ne nuk është baba. A lot of people have kids, but not everybody is a father though. Po pra po neve pretendojmë që do jemi baballar si punët tanë, si baballarët tanë, kupton? Nuk pretendojmë që të jemi një babaj pa përgjegjshëm vëlla. O doli fëmia do rritet vet. Çfarë është kjo? Nuk e di unë mendoj që është strategji e socialistëve dhe nuk mendoj se jam gabim. Ta japun përgjigjen. Patjetër. Besoj se nga ne të tre këtu un kam simpatinë më të madhe për atë subjekt politik. Kaq mund të them, nuk mund të them dot më shumë se nuk mund të dua dot asnjë subjekt, por mund të them kam simpati. Shiko, e para, deri çka janë treguar sot me protestat deri më tanishme, se u rregullofshin gjërat nesër e pas nesër e të hënën
ashtu qoftë, inshallah u rrëzoftë edhe Rama dhe le të ikin gjitha, po deri tani kam parë një korrektësi nga protesta që ata kanë bërë. Pra kanë qenë shumë korrekt dhe të kujdesshëm që mos dali logoja e partisë. Pra ne po flisnim para se të nisim live-in, që ti më the, pra ishte të premten në orën 10:30, që ishte tek protesta qytetare dhe u bë stol dhe show nga Partia Mundësia. Tani kam parë këta të tjerë të Shqipëria Bëhet, cilët kanë në mos gaboj 10 ditë, mbase 11, mbase gaboj nuk mund të jem shumë i saktë për këtë, 24/7 dhe janë kujdesur pra në gjithë kalimet e njerëzve që janë bërë, sepse nëse e marrim në një orar të caktuar nuk janë shumë. Po njerëz kanë kaluar plot, në çdo kalim njerëzit kanë qenë të kujdesshëm që mos ketë logo partie dhe kanë bërë thirrje që hajde bashkohuni pa logot e partive. Dhe kanë një të drejtë, do thuash ti për ta bllokuar, po në fund të ditës ishin të parët që dolën me këtë iniciativë. Pra kur ata dolën, Sheaj dhe Qori nuk kishin nisur akoma. Më kupton? Sepse ne themi pse duhet ta bllokoj ai. Sepse doli i pari, dhe po 24/7. Dhe nuk është vetëm ai që po 24/7. Pra mbase kur kaluam pak tek puna e familjes, nuk është vetëm ai që po e bën këtë sakrificë. Ai ka vetëm një ditë më shumë sa të tjerët, sepse ditën e parë e nisi vetëm për simbol. Aty janë 10-20 veta të cilët nuk kanë ikur në shtëpi. Rreth 24/7. Realisht domethënë. Me shumë respekt, nuk mendoj se ajo është sakrificë siç i japin kredit, se sakrifica është ushtari që largohet nga familja dhe nuk dihet ta kthehet më vëlla. Asaj them sakrificun. Jo ca politikan që janë aty me batanie edhe me ca warmers e me ca heaters. Po nuk e dim atë nëse do kalojë në krevuri apo si do shkoj. Po nuk është protestë më burr ajo, me 10 vjet, me 15 vjet duke ulur para një institucioni aty. Për mua nuk është protestë. Ai do donte 1 milion. Ajo është Po pse nuk i bashkohen? Sepse ai ka humbur kredibilitet nga populli. Do ta shohim nesër, nuk e di. Po mirë, më do ta shohësh nesër, po. Ja, e pash sotun. Doli populli i thjesht, ishin gati ishte 100 vet. Jo, Mundësia erdhi, siç the ti, vodhi skenën, por ishte e organizuar nga populli i thjesht. Dhe siç thash, fjalimet më të bukura i mbajtën 2 njerëz të thjesht, që nuk janë affiliated me parti. Ishte një djalë dhe një vajzë. Isha vetëm me sytë e mi i pash, e kupton? E po ta them troç, se asu nuk jam affiliated me asnjë parti. I njoha shumë mirë, kam prova sa të duash, i infiltrova le të them, për të kuptuar njerëzit që i njoha shumë mirë, nga Mundësia, te Demokratja, ke Socialistja, me këta të Shqipëria Bëhet, me Lëvizjen Bashkë kam pas interes fare. Kështu që mua nuk më ndryshon dot njeri çfarë kam parë me sytë e mi, çfarë kam dëgjuar me veshtë e mi, dhe sa tradhtar dhe sa të shitur dhe sa kundërshtar janë me veten e vet dhe me partitë opozitare këta. Zbohemi më. Na je pak kontekst, se ti po thua nuk pa ndryshon dot njeri çfarë kam parë me sytë e mi. Ta shohim pak edhe ne. Që të diskutojmë. Kështu që ma thua ti, unë them rregull. I tregoj, po problemi është se populli do zgjedhë të jetë një syqor dhe një vesh shurth. Dhe kjo është problematika kryesore, sepse nuk bashkohemi neve të besojmë të vërtetës që të luftojmë për drejtësi, siç ata shpendi. Jemi të shit këtu në Shqipëri. Shqipëria me shqiptarët nuk bëhet, është e pamundur më. Po bëj gati 3 vite këtu dhe nuk ke shumë njerëz si Gashi këtu. Se me njerëz si Gashi po të kishe me qindra, ishte krijuar politik me rrënjë të reja, me transparencë, drejtësia, ishin bërë gjitha ndryshimet. Po me këtë ta bësh, me shqiptarët e Shqipërisë. Ja. Sa mund njofi Gashi këtu, po të bëhet Gashi dikushi dhe e morin telefon 100-200 veta. Kam këtë hall, kam këtë problem. Nuk bëhet ashtu, më duhet të jesh strikt, duhet të jesh i rrep. Miq të Tru Podcastit, ju lutem, shpërndajeni sa më shumë live-in, bëni like se i keni pa lek, dërgoni super chats dhe keni këtë gjën e bukur tu që e ka bërë Bleta me IBAN-et tona për kace, kështu që të dashur, në qoftë se juve e blini të gënjeshtrën me të ambalazhuar me tisin e të vërtetës, në kishën agregacioni dollarit shenjtë e hapur në Tru Podcast nga unë Shpend Gashi, pastori më i famshëm në YouTube, blini të vërtetën mbështjellur si gënjeshtra. Askush dhe askun nuk mund të gjeni dot gënjeshtër më të bukur dhe mashtrim më të bukur dhe origjinal sa gjeni këtu te neve, kështu që dononi dhe blini indulgjencat tuaja.
blini mashtrimi më të bukur. Kisha jonë shet edhe 100 euro metri katror tokën parajs. E dini vetë juve. Vazhdoni tani dhe dërgojeni gjithë miqeve. Po, do antarësojshte? Do antarësojsh? Do ta shqyrtojmë. Eja, kemi nevojë për njerëz që sakrifikojnë për kauza. Kështu që miq, shpërndani live-in, bëni sa më shumë like. Ju lutem, kemi nevojë për ndihmën tuaj. Pa ju thënë juve nuk shpërndani dhe nuk bëni like. Kjo është e tmerrshmja, kjo është edhe një nga përgjigjet që duhet t'i japësh edhe Tedit vogël, që pse nuk bëhet Shqipëria do ta kupton? Ja pra, këta nuk japin like o zotri, do t'japin votën. Që është shumë e kollajt. Një gish do të lëvizësh. Turp. Share dhe like nuk japin shqiptarët. Ti pretendon se do t'japi votën? Tani do t'i kapitalizojmë pak këto humbjet e shpresave për të arritur diçka apo çfarë do të arrish ti? Në humbje çfarë do të arrish se ti këtë skuptoj të ti unë. Do të thënë ti thua hajde kapitalizojmë. Hajde kapitalizojmë se çdo mësojmë nga humbja. Ta lëm fare. Po ta lëshë, pse? Po fare nuk do e lëm pra. Po ta lëshë fare, ta lësh fare. Ta lëm dot. Se lëm dot. Aldo është kthyer nga New Yorku deri aty ti I thua lëre. S'mund t'ia thuash këtë. Ore, dikush në një grup shoqëror dhe në një grup pune, dikush duhet të jetë racionale. Më ka rënë mua fati keq. Racionalitet ajo. Më ka rënë mua fati keq të jem racional vlla. Asu nuk doja tisha, edhe unë do doja tisha kështu patriot si puna jote. Ta bëjmë Shqipërinë. Po s'jam ashtu vlla. Pse I thua këto fjalë 2 ditë para protestave? Si? Pse spret pak? Pse nuk I lë një shans popullit nesër edhe të hënën? Edhe më tutje, se kemi disa protesta që janë rrugë. Kemi dhe në diasporë. Do kemi mbas edhe më shumë. Sapo ka nisur. Të presim pak. Po pse ajo diaspora që ju vota dhe u shantazhua nga Rama do protestoj për te që Rama në seriozisht e ke di. Pikërisht ajo diaspora që ju vota. Domethënë ata e kanë. Jo, ju ble, ju vot. Është të vjedhësh e ta blesh është gjë tjetër vlla. Ata I bën të Jo, blerja votave në diasporë ka qenë sa ka qenë. Nuk është se gjërat vogla 200.000 vota. Gjërat vogla? Jo, 200.000 vota ishin total. Janë blerë gjërat vogla. Më tepër ka qenë manipulime se sa blerje. Ore zotri, a ke qenë ti që ke thënë këtu në emision me mua, ke thënë zotri, në është marrë tjetrin telefon dhe është thënë të heq kushuririn çunin e xhajës, gocën e hallës, gocën e xhajës nga puna. Kjo është pra shantazhi. Pse çfarë do mëdhe? Do të thënë ai që ka ngrënë këtë shantazh ti thua që do protestoj nesër? S'ka shans. Po s'ka shanse, o vlla. Nuk ka nevojë të protestoj ai, ka shumë persona të tjerë, këto kanë ndodhur, po nuk kanë arsyeja kryesore. Sjell çunin e xhajës, protestoj për atë. Mbase sjell çunin e xhajës, mbase xhaja mund të ketë disa çuna. Bravo. Po, kështu. Shiko, po na vjen armiku, do ta lëm luftën, të dorëzohemi apo do tentojmë të luftojmë? O s'të ka ardhur armiku, o Tedi, zgjohu nga gjumi, o Tedi. Nuk të ka ardhur armiku ne ke pas këtu, ka marru punë armiku. Mos më bëjë ti si plumb pilinçi. Pasi prishën shtëpitë në theth, shkon në theth dhe thot do të rreqim zvar Ramën. Pasi ti prishë shtëpitë ai do të rreqë zvarte. Edhe puna jote, na ka ardhur armiku ka këtu 80 vjet. Jo, unë them ta tërheqim zvar nesër edhe të hënën. Me këtë do ta tërheqësh me ata që kanë bashkuar votet për Endrit Shabanin. Okej, nesër. E pe atë skenën. E pe atë skenën. Unë thash që nuk po shpresoj të logot e partive, po shpresoj të qytetarët që mund t'i bashkohen këtyre protestave. Prandaj, pra jo me ata që kanë bashkuar votat me Endrit Shabanin, jo, pa logon e PD-s. Po të njerëzit e thjeshtë. Faktikisht vlla, ti të drejtë ke se unë sa herë që hipin urban për shembull që shkoj diku kur s'ka makinën, shikoj njerëz në urban që lexojnë Danten, Molierin, Heideggerin, diskutojnë, jo mbi lla s'ka makinash edhe mbi prostituta, po diskutojnë mbi ide se si ta çojmë Shqipërinë para dhe ç'është e vërteta, tu nuk më përputet realiteti. Kur futen në urban, më lexon tjetri një pasazh nga Dantja, komedia hynore. Dhe pastaj kur vjen puna te vota, votojt Rama. Ktu nuk më del mua vlla.
Se që neve kemi një qytetari shumë të sofistikuar që na ka zili Amerika, Franca, Danimarka, kjo dihet botërisht tani. Juve dihet se qa populli jemi neve me një gjyshe veneciane, s'ka se si tjetë shëndrysha, kupton? Ne jemi popull me gjyshe veneciane, vlla. Pra ky popull ka zgjedhur një dylber të Gjirokastrës, dashnori konsullit francez kur ishte student, Enver Hoxha, vajti u përull për 45 vjet dhe tani bastardëve dhe pinjollëve të Enver Hoxhës po i lëpiet prap. E presin me dajre Edi Ramën, vlla, në 2025-ën. Është të mërshme. E mendon do ti të vi tani Trumpit e ty, Trumpi, vlla. Është njeriu më i rëndësishëm në glob për momentin. Do ta presësh me dajre ti? Po nuk ka shanse një Amerikan ta presi me dajre atë që e ka punësuar vetë njërën 4 vjet. E shikon si punëtor, e respekton se i ka delegu përgjithësi, po kur vjen Trumpi i bëjnë pyetje, nuk e presin me dajre dhe me këngë. I bëjnë kërkesa. Më kupton shpenin? Nuk mund të presësh dot nga një popull i cili këndon, vlla. Këndon për liderin. Që nuk është për të kënduar, më se po t'ishte ja bëjmë Allah, po. A është në e bëra edhe më parë këtë pyetjen. A është në pikën më turret politike Rama dhe qeveria e tij, edhe bashkë udhëtarët e tij? Rama ka qenë në pikën më tullet vetën që në 2017-ën. Që në 2017-ën kur bëri një fushat pa fushat. Më jepni timonin, domethënë ka kaluar fiks siç vjen djalli që e ka të fshetën në detaje. Ma jepni të gjithë tepsim, pra pushtetin e quante tepsi, sepse ja unë njeh mentalitetin këtij populli, do tepsim vlla, ta marr unë për vete. Mjetni dhe timonin, dhe ja kuptoj që ky popull vlla dashkat ja jep ka vetëm njëri tepsin, edhe timonin. Tashi unë që jam në Shqipëri, që nuk kam pik interesi dhe lidhje me Amerikën, apo me politikën amerikane të brendshme, rri dhe shikoj 3 netët e debatit midis 2 kandidatëve presidencial. Ajo nata e debatit ka diçka shumë sublime. Aty kupton ti bot kuptimin e leadershipit që do zgjedhësh. Dhe përpos faktit që ishte Trumpi dhe Bideni që e kthyen në nivel shqiptar, duke akuzuar dhe të kundër akuzuar njëri tjetrin, përpos këtyre 2 përplasjeve, Biden edhe Trump, çdo lloj përplasje tjetër në debate night ka qenë fenomenale. Pra burra shteti. A mund t'jen kukulla, a mund t'jen paguar nga IPAK-u, pak rëndësi ka tani vlla. Se dhe Amerika s'po e merr vesh se ku është, vet, me lobin hebre, a është Amerikë, a është Izraeli madh, a qa është. Po ka një gjë është faktike. Atje prodhohet politik vlla. Nuk mund të vi dotun ty si shka bërë Belinda Balluku në 2025-ën, në 10 maj, 2 ditë para zgjedhjeve, dele dhe kërcen vish fustani me toka aty, dhe thot, më jep një votën në 2025-ën që t'ju mbaj premtimet e 2013-ës. Dhe unë nuk mere me gomarin që më thot është gjyrë blu bari. Unë mere me tigrin që zjet me gomarin për gjyrën e barit, o vlla. Edhe unë mere me popullin, si mund ta hash, o popull deficient, si mund thoj tjetri, në 2025-ën më jep votën për që të mbaj premtimet e 2013-ës. Me që më dore të Belinda, do të lexoj një koment. Pa. Me që u përputhen mendimet e universit. Pas ekspozimit të korrupsionit të Ballukut, sa ka ndryshuar opinioni publik për pushtetin? Sepse ka qenë, këtë e them unë tani, ka qenë një ekspozim i një tjetër niveli, pra ka qenë kështu me presh në dorë, themin ne, hapur fare. Sa ka ndryshuar dhe si? Ta shtojmë pak pyetjen. Po tash këtu ka një problem me perceptimin, ka një problem shumë madhor. Në momentin që këtu del money heist, del hajdut kështu tenderash miliona dollarë, këtu fillon opinioni publik krijon një lloj respekti, sigurie padrino valla. Sigurie filantropist. Sigurie filantropist, pra
Ky ka vjedhur po dohet Robin Hood, inshallah lëshoni në i thërrim e këtej nga neve. Është e tmerrshme më valla. Kjo është e tmerrshme. Te di, sot që talli prapanicën qeveria. Braçe. Po jo. Qeveria të gjitha ata deputetët në kuvend që tallën prapanicën me fuqinë që kanë përmbi popullin i qoftë se ka kuptuar që janë të braktisur dhe janë të skllavëruar dhe drejtësia ekziston vetëm kundra popullit dhe jo kundra qeveritarëve, i gjithë shteti jon nga majet e Shkodrës deri në Konispol duhet të ishte në Tiranë brenda ditës. Ta bllokonin komplet qytetin. T'i rrethonin të gjitha institucionet. Po asnjë nuk e bën këtë. 50 milion euro janë vjedh. Kanë tallë prapanicën me taksat e shqiptarëve që vuajnë për të mbush frigoriferin, për të ngrënë si njerëz me standarde bazike dhe askush nuk çohet më burr. Thashën 100 veta ishim aty sot ne. Dhe tallnin me popullin aty poshtë, shi sa pak qenë kanë. Donin ta bënin dhe me dyrë mbyllur që të mos ishte transparente. A e kupton ti që këta janë krimi organizuar, korrupsioni në kulm. Në maja ku s'ka ku të shkoj mëma. Çfarë duhet të mësoj tjetër ky popull? Tani unë jam i opinionit se unë jam shumë i rrept. Spaku duhet ta kishte arrestuar atë me pranga në duar dhe ta mbante në qeli derisa tu jepte vendime çfarë do marrin këta. Dhe ti më thuaj mund ta shikuash ligji. Çfarë do thot ligj në Shqipëri? So kam një shprehje, në Shqipëri everything illegal is legal. Dhe ja kjo është provë fakt. Kjo ka bë krime pafund, ndaq financiarisht, ndaq në mënyra dhe vepra të tjera. Unë si jam prokuror i Spakut dhe nuk i di me detaje, po unë di shumë gjona që i kam në celular, edhe kam dosje gati që i kam pregatit, dhe kam firmën e kësajt, edhe firmën e atit, dhe 300 apartamente që thonë njerëzit, kur fola unë para 2 javësh, që shumë njerëz në Instagram kundërshtojnë mua, 300 apartamente nuk janë asgjë çka ka ajo, edhe ato 2 jatet e asajt. Pse kujton ti se janë çmimet kaq shtrenjtë në Shqipëri më? Se janë lekë të pista që po pastrohen dhe këta nuk i lëshojnë. Dhe sa pisliqe që kanë bërë këta dhe firmat që ka lëshuar kjo. Dhe shitjet e fsheta që unë i kam hasur vetë prej punës që jam aty. Dhe asnjëherë nuk kam marrë pjesë në këto gjëra sepse i kam studiuar, se për këtë drejt gjëja kam bërë atë shkollë. Edhe për këto qëllime kam marrë në Shqipëri. Po unë Spakut nuk i dorëzoj asnjë lloj dokumenti, kur të vi Spaku mu këtu, edhe të më kërkojnë ndihmë, edhe të bashkëpunoj, atëherë unë bashkëpunoj me Spakun. Se kur i kam dërguar materiale Spakut, nuk kanë marrë parasysh, nuk kanë marrë as fare seriozisht. Dhe ju uroj një healthy retirement Altin Dumanit dhe ju uroj 2 fishin e suksesit Klodian Brahos, sepse sot mbaroi mandati i Dumanit dhe sot filloi mandati i Klodian Brahos. Kështu që shpresoj dhe dëshiroj dhe lutem që Spaku me këtë drejtues të ri të bëj mrekulli, sepse ka 100% e shansit të fuqisë dhe ka njerëz në Shqipëri vëlla që po të doj një telefonat larg dhe një kontakt larg i ka. Dhe s'jam vetëm unë Aldo, se ka njerëz shumë të aftë në Shqipëri. Ka njerëz edhe më të aftë se unë për Shqipërinë. Se shqiptarët e Shqipërisë e njohin më shumë mirë dallaverën që bëhet këtu. Kurse unë e shoh me një sy tjetër dhe me një qetësi amerikane. Kupton? Kështu që 300 apartamente që nxorën lajme, që nxori Belin Këlliçi në news atje në lajmet, edhe 2 jate kështu, janë minimalja, janë si a them unë ty, një fije pe në një lëmsh që është sa i madh që është. A di ti ç'bëhet në jug të Shqipërisë më burr? Unë kam shkel të pronat e këto tokat, edhe i kam kuptu pisliqet. Po pse më nuk kam qef unë të kem një pronë në Bregdet? Unë s'jam deficient, s'jam ignorant, s'jam i paaft, s'jam, domethënë, ç'a mungon mu që të shijoj jetën unë siç e shijojnë këta më? Ç'a i mungon gashit më? Ty. Paratë ç'a të mungojnë? Po pëleje më atë. Ç'a na mungon ne që ti arrim këto më? Jo, ç'a na mungon ne? Po paratë pa ç'a na mungojnë? Jo, ç'a na mungon ne ti arrim këto? Pse mos i arrim ne? Njeriu normal për këto synon jetë më. Po këta po bëjnë, po luajnë poker me lekët e shqiptarëve
me lekët e popullit dhe populli vazhdon i voton për të marrë një rrogë në fund të muajit edhe mbyll gojën, edhe ulin kokën. Ndërkohë kjo Tani më qëndrohet e vota. Në bazë asaj që ke thedhe më parë, sepse ti thua pra i kritikove, pra po kritikojmë pushtetin, që bravo qoftë. Kritikuam opozitën, kritikove edhe partitë e reja. Tani në bazë argumentit tënd, një qytetar që të dëgjon thotë vëlla, për këtë votojun. Për asnjë mos voto, më ke nevojë për revolucion themelor politik, institutional, si thuhet më gërsh, institucional. Ke nevojë për revolucion themelor politike. Asnjë më nuk ja vlen votën tënde. Askush nuk e meriton votën e Aldos, askush nuk e meriton votën e Gashit, askush nuk e meriton votën e familjarëve tonë. Votuesi duhet i tras mendjes ose ka ploqësh siç e thot Gashi, edhe të mos votoj asnjë nga këta, se asnjë nuk ja vlen më. Po asnjë nuk ja vlen. Dhe ta marri janë të shtatë. Jo, më as pësoj, unë po them asnjë nuk ja vlen. Jo, asnjë nuk ja vlen më. Duhet rënuar komplet. Po pra mos votoj për asnjë nga këto. Mos i njih si parti më, mos i njih fare. Revolt. Bojkot politikan. Bojkot politikan. Themelor, revolucion themelor politike. Nuk vlen asnjë nga këto parti, nuk ke opozit tu më burr. Më opozit ja ku e ke opozitën. Ky po bën opozit më. Ti, unë. Njerëz si puna jo po bëjnë opozit, më nuk po bëjnë opozit këto partiakët më burr. Asnjë nuk i do. Unë i shikoj çdo ditë 10, 40, 50 vet mblidhen nëpër këto foltoret e këtyre. Këto të vënë gjumë. Doli njëri atje, përshëndetje natën e mirë thaj. Edhe unë që kam emocione kur flas shqip. Mirë, okay. Po çka kishte? E ke për Eugenin, Eugjenin e njohu në shumë djalë i mirë. Është shumë djalë i mirë, po e morën aty e kanë vendosur hajde fol, se e nga jashtë. Kur s'ke përgatitur një fjalim, çfarë do flasësh? Mos pranonte burr. Po ka vajtur për kauzën pra. Tash ç'është kjo? Nuk ka rëndësi kjo. Ka vajt për kauzën. Nuk ke. Çfarë mendimi ke? Nuk ke opozit, më nuk ke parti të vlefshëm për të votuar. PS-ja X, të gjitha partitë e tjera doppio X, nuk ja vlen më vëlla, fare. Po ta them troç, nuk ja vlen, do kisha votuar po t'ja vlen. Të thoja unë, ditoja diasporës, si pjesë e diasporës jam. Please vote for this party because blah blah blah. I'm telling you, not one party is worth it. They're not worth it. I would tell you it's worth it, but it's not worth it. Mos po flas kot këtu. Mos po garoj unë hajde votoni Aldon. Unë s'du të bëjmë politikan, unë kam bërë shkollë për gjë tjetër. Unë kam qef drejtësinë. Unë kam qef të jem ai personi që ti kysh gjitha politikanët. Ajo do ishte bekimi im, edhe do bëja kështu pasaj. Retirement from life do u zhdukja me në ishull dhe kam arrit qëllimin e jetës unë. E liberova shtetin tim. Këta janë gjithë për t'i fut në vrim të zez. Nuk janë më burr fare, askush nuk është i vlefshëm. Nuk po ta them kot Aldo, po ta them plot transparencë. E kuptoj pra, ti thua bojkotoni votimet sepse askush nuk e meriton. Po. Ka një problem. Po nuk jam edhe un ka një problem këtu. Ka një problem bojkotimin, se e kam menduar dhe unë. Problemi është që formula elektorale në Shqipëri të çon ty ka një lloj harakiri. Sepse nëse ti nuk del në votime, vota jote i shkon për shtat qeverisë. Jo pra, mos i për shtat, Ore, po nuk dolen votime ti, po se dhe votën, edhe ta djegësh, edhe ta çosh të humbur, të pavlefshme gjitha me radhë, i numërohet pozitës. Nuk po them atë e di unë. Bojkot e PS-n, më nuk i duam. Bojkot e PS-ja. Nuk i pranojmë. Ky është populli, kështu do të bëj bojkot, nuk ju pranojmë. E di si kërkonte, e di çapo thua ti të ketë bojkot në PS, si të kërkosh demonët të revoltojnë kundër djallit vlla, në ferr. Diaspora brenda PS-s. Po. Brenda ti the mos votoni as i parti më burr. Po pikërisht pra dhe PS-ja parti është, edhe atë bojkot, më nuk ju duam. Nuk ka keni bërë asgjë. Ndërtoni rrugë, bien rrugët. Duke mos votuar do fitoj PS-ja prap. Jo, mos e njih si parti, më revolucion themelor politik po them, nuk ju duam, mos bllokojmë 100% njerëzve. Po, 100% dalin kurrë as në një mond, as në një botë perfekte. Po 60%, 70%. Do votojnë vetëm 80%, 90%, do votojnë vetëm antarët e partive, domethënë.
Nuk do ju nifet vota. Po nuk do ju nifet vota më burr, sepse un po të them, në qoftë se ti ke një popull çelik dhe nuk i pranon asnjë nga këta njerëzit për të udhëhequr më Shqipërinë, ti e ke të fituar që të këta do mposhten, ndaç opozit, ndaç ky që është qeveri. Se janë të paaftëm, na kanë vjedh, na kanë grabit, na kanë shkatru. Këta ndërto rrugë bie rruga më. Ndërto tunele janë të pasigurta. S'kemi ujë, s'kemi drita, s'kemi asgjë. E do hym në Evropë neve. Evropa po shkatrohet, ma e shikon që bëhet në Bruksel, a e shikon që bëhet në Greqi, në kufi na ndar. Fermerët tonë pinë qumësht, fermerët grek luftojnë, rrajnë policët për të drejtat e tyre. Kurse këtu në Shqipëri rreth polici protestuesin për të drejtat e veta. Pasi dhe polici është, domethënë, i dëmtuar nga korrupsioni këtu, ai dele i mbron prap ata. E kupton çfarë bëhet tu? Kjo është për diasporën, më ta kuptojnë. Wake up. The reality in Albania is bullshit. Këtu s'ka Shqipëria është vend mirin e këtë. Shqipëria është vend i korrupsionit. Kur them mos votoni asnjë parti, unë përfshi dhe PS-n. Mos e njihsi parti, mos i lejo të arrin asgjë kundi, mos i lejo vetëm antarët. Po le të votojnë antarët, më po s'ka për të njohur kurse populli, shumica është për herë fitues kundrejt këtyre. Çka kanë bërë këta të PS-s, më kanë qenë 2014-ën që kanë ardhur në fuqi. Në 2014-ën kanë ardhur në fuqi këta, çka kanë bërë? Në 11 vite. Çka kanë bërë për shembull? Ma tregon një gjë. Ti ke qenë këtu ku kanë fituar këta, jetoje këtu. Arsimi është zero. O vllai, te di. Ka shumë risk kjo që thua, nuk është unë e quaj vetëm një ide që do qëndroj në ideal. Unë nuk mund të them, unë nuk mund mos votoj me idenë që dhe ai tjetri nuk do votoj nga krau tjetër. Po të gjithë po vidhemi. Më del PS-ja 100 me 0. Të gjithë po vidhemi njësoj më. Po të gjithë po vidhemi njësoj, si nuk, domethënë, kjo është një nivel inteligjencë që njerëzit duhet të zgjohen dhe ta kuptojnë. Të gjithë po vidhen njësoj dhe ai që po punon për PS-n, se nuk du të flas banal këtu, por po shkatërrohet. Mandi po del zëri keq thot. Po thonë që po del zëri keq i Aldos. Mos e mos jam shumë afër. Se di vlla po. Po shkatërrohen familjarisht, socioekonomikisht. Okej. Bëjnë një refresh, njerëz juve që dëgjoni keq, bëjnë një refresh se mbase nga bërtitja që kam qenë shumë. Po mos bërtiti, mos u revoltoj shumë burr. E kupton, këta janë të gjithë të shkatruar more, nga ajat e zhëja. Rinia këtu, un kam po, mbaroja me rinin. Rinia këtu po vret veten e vet. Rinia këtu po vret veten e vet më. Në Sarand para 2 ditësh, 13 vjeçari të ngul thikën, tjetër 4-15 vjeçar prap. Këtu në Shqipëri, në 2 vitet e fundit, mënyra se si po vriten 15 vjeçarët, adoleshentët, domethënë është, çfarë them unë, fillon çel lulja e rinis në adoleshencë këtu, teenage years, këta po vriten me thika më. Se ka fajin vetëm prindi më, po ku është rendi këtu? Këtu s'ke policia, asnjë vend patrull, në përshkolla, në asgjë. Është inexistent policia këtu. Është absolutisht kundër popullit. Nuk ke rend, nuk ke siguri. Si e koncepton do ti? Un kam qenë 14 vjeç, 15 vjeç, 13 vjeç. Si mund të konceptosh do të marrësh thikën? Këta janë me thika në bresta kalamajt më. Janë më të rrezikshëm, këta janë bërë se serial killers. Po thërë njëri tjetër në përshkolla. Kjo po ndodh në 2025-ën, do hym në BE-ne, ç'a BE do hym ne më? Ku kemi standardet ne për ti? Do hym artificialisht. Ku i kemi ne standardet për ti meet ato requirements për të vajtur në BE ti? Ku? Është e pamundur. Me çfarë do hysh më? Me arsim zero. Një gazetar publikon transparent, publikon të vërtetat, dhe është arsyeja pse u bën ca ndryshime të mëdha në onkologjik në një nga spitalet këtu. Ata i çojnë kërcënime në Instagram, në mesazhe për ta vrarë gjoja. E shef çfarë populli jemi ne, çfarë lloj krijesash jemi ne? Si mund të bësh të lloj gjëra më? Ai është një njerëz që duhet shpallet hero, do të marrë një çmim në nder të popullit, sepse është ditë natë, edhe lufton për të drejtat dhe për shëndetin e njerëzve, kurse njerëzit i çojnë këtia kërcënime. E kupton ku kemi arrit ne? Ne jemi shtet krim i organizuar, plot korrupsion. Nuk ke këtu një qeveri që punon për popullin. Se populli shqiptar nuk e ka kuptuar kurrë që neve nuk kemi pas ndonjëherë qeveri që ka punuar për popullin. Populli ka punuar për herë për qeverinë, sa ashtu ishte në komunizëm. Dhe sot, dhe që pas 90-s, 91 deri më sot, të gjithë këta janë me të njëjtin koncept që ne duhet punojmë për qeverinë.
Po jo, duhet punoj qeveria për popullin, prandaj ekzistojnë ligjet, prandaj ne zgjedhim disa nga këta debilat, këta psikopatët që bëjnë ca ligje, që gjoja duhet na benefit neve, njerëzit që janë pro ligjit, njerëzit me dinjitet, me moral, me kulturë. Ne jemi kthyer në barbar. Jemi popull barbar. Unë doja lë radhën shpendit duke e ndjekur me një kërkesë, kjo është në mesazh, nuk është në komente. I kërkova dikujt për diçka dhe çfarë mendimi keni për radikalizimin e protestave? Po, ashtu ka thënë. Radikalizimin e protestave. Pra, a duhet radikalizohen protestat? Se kjo që i theti tani, pra mos njihni asnjë parti, në fund duhet kemi protesta radikale, jeni pro këtij revolucioni që të ndodhi sa më shpejt. Dhe pastaj, mbasi ta thoni këtë, un kam pak debat me ty Aldo për diçka, sepse un do të vazhdoj të mbaj qendrimin publik në përkrahje të subjekteve politike të reja, pa dallim. Un jam i djathtë, edhe Qorrin do ta përkrah. Që mos kemi po këtë. Po nuk je shumë i djathtë. Të reja. Si je shumë i djathtë. Nuk je shumë i djathtë nëse përkrah Qorrin vëlla. Jo ideologjikisht. 400 të reja. 400. Ja të dhaja përgjigjen. Po. 400. Po. Sepse besoj nuk jemi në atë luksin tani për të zgjedhur të majtën dhe të djathtën. Besoj se duhet të votojmë në mënyrë inteligjente. Pra unë t'ju them njerëzve, ore ju që jeni të majt, nuk ju bëj dot të djathtën juve këtu sot. Të paktën, domethënë ti do që të votojnë njerëzit për ish mjaftistat. Mjaftistat e Erion Veliajt. Kollonat e pestat e Ramës. Njerëzit të votojnë me qëllim për të decentralizuar. Pra mund kemi një Ram tjetër, mund kemi një më të keq se sa Rama, po që ka 0 vota. Nuk du ta lëm me 0, duhet të marrë diçka vetëm për të decentralizuar pushtetin. Tani ai po del po thot ca të vërteta. Okej, lëreni ta ketë këtë zë. Ta decentralizojmë, sepse nuk do decentralizimi do të çojmë më mirë, jo më keq. Nuk po them të bëhet kryeministër. Un po përkrah partitë e reja, nuk po përkrah se mund dalet e Qori, nuk jam me Qorin, nuk kam lidhje fare me Qorin. Un po them përkrahjen e subjekteve të reja që dhe mund të krijohen në të ardhmen. Po them në parimin e decentralizimit, jo A-ja ose B-ja apo C-ja ose D-ja. Jo, atë e zgjedhin njerëzit, nuk mund t'u them unë. Po unë po them që edhe një parti që ka 5 vota, ose një parti jo ato të tre, se kur themi partitë e reja kemi Shqipëria Bëhet, Mundësia edhe Lëviza Bashkë. Kjo ka parti tjera. Ka që krijoi zonja Elena Kocaj, për shembull. Mund të votoni atë. Ka parti tjera. Vetëm them që të dalim kundër asaj që është krijuar dhe që është mbledhur deri më sot. Tani, pa hyrë këtu thellë, jeni pro radikalizimit të protestave njërë? Se kjo është tema. Ideja është që ti duhet bësh njëherë marrëveshje fjalë çka quhen ti radikale. Tani, kjo unë të lexova çfarë më kishin shkruar. Ti e ka shkruar dikush atë. Kjo është pyetja. Po mirë vëlla tani. Ti je lajmsi nuk vritet kurr. Po meqense dole për Zot ja lexoje, nuk vritet kurr lajmsi as në luftë. Meqense i dole për Zot çoje informacionin, hajde ta bëjmë një marrëveshje fjalësh bashk. Çfarë quhen ti radikale vëlla? Çfarë do ta quajmë radikale? Se kjo pyetje këtu e di si është? Radikale. Jeti për vdekjen, kështu që të vrasim ca njerëz? Ja kështu është pyetja. Po se qysh, a jemi në luftë, as jemi në luftë. Unë vlla, po ta kthej përgjigjen se e pash që nuk doja me bëhet të marrëveshjen, po e bëj vetë marrëveshjen. Unë jam për 0 policë të dhunuar nga qytetarët, sepse policët janë njerëzit tanë, janë njerëz që veshin uniformën tonë, të paguar nga neve. Edhe aty vendosen me urdhër, kanë bërë një betim policët. Pra në qoftë se radikalizmi është si 21 janari, që ne duhet me godit policët edhe institucionet tona me gure, me shqelma, me gjitha, jo. Me publik, jo, absolutisht. Jo, vlla. Unë jam për atë radikalizim. Le të mblidhen disa ish general dhe ish polic. Na mbledhin të gjithëve bashk. Një të enjte kur hapet seanca plenare që këta klonat
shahen me njëri tjetrin nga gruaja, nga rob me libër shtëpie, djegin flakadan edhe prishin karrige që paguajnë me taksat tona. Ti vemi aty me maska, ti futesh pranga të gjithëve, ti detyrosh të firmosin ca ligje që janë kundër atyre për tradhti kombëtare, siç e ka bërë Turqia me juntën ushtarake, edhe zero gardisti lënduar se i neutralizojnë generalët, zero qytetari lënduar, zero i majt i djathtë komunist i lënduar, lëndohen vetëm ata 140 veta që janë aty që marrin fatet tona në dorë. Që na lëndojnë ne për ditë. Që na lëndojnë neve për ditë, që na përdhunojnë për ditë, vlla. Kjo është radikalja ime. Pra, fut kapuçin kok, një ditë të bukur tente, thyen dyert e parlamentit, futin disa njerëz të armatosur, mbahet një fjalim nga generali i thot, doni apo t'ju shkrim. Kaq. Parlament heist. E di si çojnë këta trimat, çojnë gjithë, votojnë siç votuan për dekriminalizimin, pra, hajdutët e pulave, xhepistat, kontrabandistët, vrasit, drug dealerat, e gjithë me radhë votuan për reformën drejtësit. Sa ta ha meni aty, që ata e kanë ditur se çka kanë votu. Që këtu bëhet pyetja parë, se unë nuk votoj një ligj që ma fut mua, vëlla. Kjo është radikalja. Ose radikalja tjetër është sabotim total i institucioneve. Një ditë të bukur mësuesit nuk hyn në shkollë, një ditë të bukur edukatorët nuk hyn në kopsht, në çerdha. Një ditë të bukur neve pedagogët nuk shkojmë në shkollë, gazetarët nuk shkojnë në institucione, të gjitha, tjetë privat, shtetërore, të gjitha me radhë. Ket impakt shumë. Dile aty poshtë në rrugë, bloko rrugët. Si në Bruksel. Si në Bruksel. O bloko rrugët e vëlla. Boje mis lisi. Deri tani mua më duket sikur protesta e Adriatikut që ka më e afërta me këtë që thua ti, sepse unë po ti 3-3-24-7 bojkotoj paralelisht institucionet. Apo jo? Jo, asgjë si bojnë institucionet aty. Ti nuk i bën dot as llogjë institucioneve atje. Adriatiku. Jo, a do bojkotim të institucion, a do mësuesi mos hym në klas. Po, mësuesi po të ri. Ore çaj quan bojkoti vëlla. Çaj quan bojkoti se më fiksove tash. Po ky thotë shkoj të ri mësuesi me. Ti po thuat po bojkotoj punën time, po nuk po bojkotoj protestën e tjetrit. Këtë po thotë. Bojkoti është bojkot vëlla, dil poshtë. Ha fara poshtë pallatit tat. Vi policia s'du me vajt. Sa do na fusin burgje? Do na fusin 500 veta. Ka më burgje shqiptare kapacitet me na mbajt neve. S'ta mbajnë dot vëlla. Do na nxjerrin. Ore po them, nëse njerëzit ndjekin shembullin e asaj proteste, paralelisht bojkotojnë institucionet në të cilat punojnë. Ky thotë të shkojnë tulen atje bashkë me LAPA. Nuk do të punë. Po të bën 850 milion në Adriatik, secilin lagjën e vet, ashtu është bojkoti. Po. S'ke nevojë të shkosh atje, rrin shtëpi. S'ke nevojë fare të vesh atje. Rrin shtëpi thotë. Po jo, mos shko atje. Po mos shko atje, nuk thash shko atje, po them ajo është gjëja më e ngjashme pra. Tani un prisja që Aldo të ma kundërshtonte, sepse e kundërshtoi subjektin politik. Ti mos më bashko. Mirë, s'ka gjë. I bie ajo që nga protesta më e mirë deri më sot. Deri më sot. Është më qofshin më të mira. Është më funksionale me zero dëmtim. Është e logjikshme. Por nuk ka për ta bokush atë. Kjo është problemi. Tani edhe këto subjekt kanë detyrë të provojnë. Nuk kanë do detyrë të garantojnë me 100%. S'kan për ta provu. Të provojnë. Po s'kan për ta provu pra. Protesta më e bukur është, po ne thjesht kemi nevojë të kopjojmë më burr, se çifesh po bëhet në Bruksel, çifesh po bëhet në kufi me Kakavin, në jug të Shqipërisë, në veri të Greqisë. Bllokojmë rrugët, bllokoj. E peti që bën parlamentit Brukselit, e peti që bën, është kudo në për social media. Po ku ke fermer Shqipëritit të bëj këtë mos, jama prapanica. Dalin i hedhin qumësht e molle, dreqë shejtan në rruga atje, po 10 vedha. Ku i ke ti fermerët të bashkohen dhe të vinë zinxhir nga veriu në jug këtu në kryeqytet. Do dalin Gashe, Aldo e shumë të tjerë ti përkrajnë më. Po s'vin ata, s'duan. Ulin kokën edhe pranojnë sklavërinë. Kopjo më çfarë bëhet atje në Bruksel. Çka kanë ata belgët më shumë se ne.
Çka kanë më? Nuk janë UFO, njerëz të thjesht janë, të vuajtur. Kundërshtojnë ligje siç duhet kundërshtojmë ne ligjet këtu, sepse nuk janë ligje pro popullit normal. Janë ligje skllavërie. Kurse ne i pranojmë. Ne i pranojmë. Ne na tallin deputetët. Më jepni një shembull nga këto shembull që po më jepni nga bota për ta analizuar, zgjedhim një shtet. Po jam belgët. Belgët që është një imagjinat. Belgët e francezët që janë të freskëta. Ka përfunduar me sukses. Po e bën më jelek Pra një jeshilët. rrëzim. Jelek jeshilët në Francë para 3-4 vitesh. Luftuan ata, e dogjën Parisin e tjerë. Okay. E kupton? Edhe i arritën qëllimit ata. Ishte për karburantin ajo, prandaj dolën ata. Për ligjet që ishin karburanti në stratosferë do të arristin ata. Prandaj dolën me jelek jeshil, që i mbajnë nëpër makina se ka rregull. Kurse këtu në Shqipëri del ky kryeministri jon. Edhe flet, shqiptarët dalin me makina luksi, nuk e ndjejnë karburantin këtu. Ndërkohë gjithë shqiptarët i hedhin nga 10.000 lekë makinës, mezi shkojnë nga aja te B-ja. Edhe krahason ky ca njerëz që kanë ca lek për arsye XXX. Edhe thotë që shqiptarët e përballojnë. Karburanti këtu është më i shtrenjtë në rajon. Në botë, ma çfarë rajoni? Në botë. Po më po flas për rajonin. Në botë, man, 1800 lekë, 1700 lekë i bie litri. 1900 lekë në 187 është. 176, 178, 184 vende, edhe është nafta me cilësinë më bastarde në botë, a kupton? S'ka as naftë. S'ka as naftë, naftë që bën shkum. Po. Që dencia, kuptoni çfarë shëmbush do më tedi, çfarë shëmbush do diaspora që t'japun, të dal tani të filmoj çdo sekondë jetës time këtu në Tiranë, në Shqipëri që hasun për ditë, edhe ta ekspozoj, këtë duan, çfarë do bëjnë? Po vin vet diaspora këtu në Shqipëri, në verë. Të gjitha gjërat që un po them i përballin ose i hasin ose i kanë përjetuar për 30 ditë, 40 ditë, 2 muaj që janë këtu, 2 javë që janë këtu. Po i bien shkurt, korruptojnë. Kudo korruptojnë dhe mbyllet gjëja. Kështu e bëjnë. A është rrezik për po të marrim shembullin e ndërkombëtarëve, të marrim Amerikën, që sot gëzon një parti republikane në pushtet. Në krau tjetër kemi Ramën me një korrupsion që përfshin globalist. A është rrezik kjo për atë kauzën konservatore? A është Rama një rrezik për kauzën konservatore momentale të republikanëve në Amerikë? Sigurisht më. Amerikanët kanë interesa shumë të larta në Shqipëri. Kanë pasur dhe kanë. Sigurisht që është. Spaku për çfarë ekziston, kujton ti? Kush e krijoi? Kush vjen nga Amerika dhe i edukon këta të spakut? Kush i drejton? Është organizatë që quhet ICITAP. Vin ata kastile këtu, bashkë me bashkëpunimin e ambasadës dhe i vën zyrtarëve të spakut. Dhe ju thon si duhet veprojnë. Vin FBI-a këtu, vin DEA këtu, edhe si quhet ato gashi që i mbikëqyrin, i udhëzojnë si të veprojnë. Si nuk është në interesin e Amerikës që ky korrupsioni të zhduket, dhe si nuk është në interesin e republikanëve që Shqipëria të ketë një opozitë të fuqishme dhe një qeveri me dinjitet që të udhëheq. Nuk do ketë perfeksion, mos edhe në Amerikë nuk ka perfeksion. Po të ketë burr, të punoj për popullin, për ata që i kanë votuar. Për çfarë ekziston tjetër qeveria? Ma thuaj pak. Këta kanë bërë qeverinë organizat personale më. E di çfarë do thotë organizat personale? Të vijun këtu tani, edhe ta zaptoj studion e Gashit, sepse kam arritur të marr gjithë fondet që dërgojnë te kisha Gashit këtu. Edhe unë ti respekt për kishën. Amin. Pavarësisht se ne musliman, po s'ka lidhje se Shqipëria s'ka fe. E kupton Aldon? Kështu funksionon Shqipëria. Shqipëri. Unë të kuptoj, ta bëra pyetjen për të drejtuar lobimin. Të t'jap një shembull, Unë jam dakord. Të t'jap një shembull shumë konkret. Edhe nuk është asgjë personale me asnjë nga këta. Por kjo gjë më ka acaruar shumë. Para pak ditësh pash në një faqe të internetit foto të një nga këtyre zyrtarëve të mundësia që her pas here ka dalë dhe ka folur kundra regjimit dhe kundra vrasjeve dhe torturave dhe çdo gjë të keqe që i ka bërë sistemi komunist njerëzve këtu në Shqipëri, të internuarve. Dhe është i njëjti njeri, po më kujtua.
Po, është i njëjti njeri, se unë edhe e kam takuar personalisht, po është i njëjti njeri që ka dalë në foto me grup gazetarë shqiptare tjerë që janë pro të shtetit Izrael që ka bërë masakra dhe vrasje kundra Palestinës. Unë jam pro që Palestina të rrojë e gëzuar, unë jam pro që Izraeli të jetojë, të gëzoj edhe të ekzistoj, duhet të jetë shumë e kollajt për të bërë. Nuk ka pse të vritën e të bëjnë masakra atje. Jam pro Izraelit siç jam pro Palestinës. Në fundit janë popull. Nuk më intereson fare mu që feja atyre, zionizme, që janë gjithë të budalliqet e tjera që s'më interesojnë fare. Po si popull, si njeri që merr oksigjen dhe der gjak, duhet të ekzistojnë sepse ka mjaftuar shumë vend ajo tokë. Ne shqiptarët i kemi mbrojt hebrejt. I kemi mbrojt me jetë. Kupton? Por ti nuk mund t'jesh kështu. Ç'a jeti? Mish në zgar. Si tani ti mbroke të njëjtën kaos që kundërshton që duhet ta mbrosh, është e njëjta kaos. Si do votojnë për këta njerëz më? Që janë interesagji për vetet e tyre. Këta janë për interesa personale, nuk janë për interesin e publikut më. Këto janë gjëra që duhet kuptojë diaspora. Sepse nuk është vot për ta nxjerrë fitues, është vot vetëm për të krijuar trazira pushtetit që mos jetë shumë rehat në atë të vetën, mos ketë mandate sa për mos pyetur më asnjë subjekt tjetër. Kjo është ideja, jo se ai që ti përmende për shembull meriton ose jo të bëhet kryeminist. Mos e mendo kryeminist ose jo. Mendohet që vendi që balancohet lufta, balancohet gara, balancohet mendimi, balancohet zgjedhja. Shiko që e para punës që të bësh kryeminist ose president i një shteti, sidomos këtu në Shqipëri, duhet të kesh thick skin, duhet të kesh lëkurë shumë të trashë dhe shumë të fortë. Dhe duhet të jesh një tip karakteri që nuk të trazon dot kush inteligjencën kollaj, ose nervat, ose emocionet. Këtu në Shqipëri është qesharake politika më. E pe që u bën kuvon, si tallen me njerëzit. E pe, këta janë cirk dhe teatr. Një parti është cirku, një parti tjetër është teatri. Dhe ne jemi populli që i shikojmë, reduar trokasim, me gojë hapur. Nuk janë këta asnjë të vlefshëm, këta nuk e dinë çfarë do të thotë diplomaci, këta nuk e dinë çfarë do të thotë udhëheqje, këta nuk e dinë çfarë do të thotë kulturë politike. Këta s'kan kulturë më për asnjë gjë. Asnjë nga këta nuk e meriton, jo deputet, pas pastrus nuk do qoja unë këta. As çoban me dhije me dele, se janë gdhë. Mos u mërziti çuna. Po ja më nuk është për të. Eva Gjoni thot dolët jashtë teme. Zonjë jemi mrena teme. Si dolëm jashtë teme në? Se di. Të lexojmë një pyetje? Ti jemi po patë. Kam, si s'kam. Zgjedh. Ja ta zgjedhim. Atëra a jem Jamal. Pa X Ali Berisha s'ka alternativ. Nuk kisha një produkt vendas? Ja. Pa X Ali Berisha s'ka alternativ. Ti gash ke bërë një gabim të madh që e ke mbështetur një bukshkelës si Berisha, një djalë i zgjuar si ti duhet ta kuptonte se si Saliu po të përdorte të ka bërë me njoll. S'të njeh mirë ky djali. Po unë e kam përdor për vete Sali Berishën jam mjal. Është reverse psychology se kupton njerëzit këtë. Unë e kam përdor për vete, po të pakën unë kam mbështetur Berishën që thoshte jam kundër Ramës, jo atë që i ka dhënë firmat Ramës dhe Endri Shabanit. E kam mbështetur Berishën para se Berisha të mbështeste veten. Aha. Këta opozitarët, thot Alex Dima, këto protestat që bëjnë gjithë këta gjoja opozitarët veç e veç, bëhen për të vrarë protestën e vërtet madhe të bashkuar të popullit. Shumë e vërtet. Ti thua se është e vërtet. Shumë e vërtet, po ti është strategji. Jo, në rastin më të keq, domethënë njëri prej tyre duhet të jetë sezboni i pafajshëm. Nuk mund ta bëjnë të gjithë me qëllim të keq për ta prishur njëri tjetrit. Njëri duhet ta ketë protestën e sinqertë dhe të tjerë do ja prishin njërit. Tani kur ti del me logo partijake me PD-n, atëherë PD-ja digjet.
Tani kishe partinë mundësia që po e djeg, edhe pse e kanë mbajtur si parti të re, dhe prap ngelen dy parti që nuk i vë dot faj. Nuk mund t'i djegim partit kot tani. Ka pe diq parti, jo. Edhe Qori edhe Adriatiku e kanë mbajtur logot larg. Nuk janë bashkuar njerëzit, nuk po e bëjmë për djegur asnjë. Adriatikun e keni aty madje, po doni të shkoni, nuk ja prish protestën askujt. Nuk mund thjesht të djegim, se po dojgjëm gjithë zbëjmë asgjë, domethënë. Duam diçka të re, por duam diçka të re. Inshallah vjen diçka e re, shumë e mirë. Jam shumë dakord me ju. Kanë gabime, kanë shumë gabime. Jam dakord prapë me ju, por nuk mund t'i njollosim, kape njollos për çdo lloj faji që kanë, se gjoba e parkimit nuk është e barabartë me vrasjen. Kështu që duhet të tregohemi pak inteligjent, por gjithmonë atë inteligjencën ta drejtojmë tek mundësia për të fituar. Mundësia për të fituar nuk flas për partinë, mundësia për të fituar. Po mirë, sa naiv duhet të jesh që të mendosh se heqja e logos të dy partive, tre partive që janë inekzistente, janë të vogla, që e barazvlefshme me logon e PD-s dhe PS-s që janë parti monstruoze me struktura të formuara në gjithë Shqipërinë, diasporë të gjitha me radhë. Është çështje parimi, është çështje. Po s'është çështje parimi, më është PS-n mos ta përfshi. S'ka lidhje fare, s'ka lidhje. Nuk po proteston dot kundër vetes. S'ka lidhje, kanë protestuar ata për Erion Veliajn. Ata po protestojnë më çdo ditë, po mbrojnë veten e tyre me protestë. Ashtu. Këto janë përçarjet që thotë më. Këto janë strategjitë. Nuk e dia e lexove dhe e kuptove mirë çfarë thotë atë. Ç'a logo ka Lëvizja Bashk? E di ti? Të vjen ty në mendje kur dëgjohet Lëvizja Bashk? Dizajni thua. Po. Ka atë fjalën bashk, ka dhe i vist kuqem duket, në mos gaboj. Zero pra. Më duket në mos gaboj, kur të mund ty PD-ja, ç'a të vjen ty në mendje? Të vjen direkt imazhi pra, logoja, të vjen direkt, po kur thua PS-ja? Po. Të vjen dora me trëndafilin. Kur thua vizes bashk mua, pse? Po. Po nuk të erdhi ty me më duket, o vlla. Me më duket nuk të erdhi ty. S'quhet më erdhi me më duket. Jo. Pra, kjo lloj gjëje që thua ti si argument nuk qëndron. Po heqim logot sepse duam t'i japim partisë. Ky është justifikim për mos fuqizimin e logos tënde, është gjë tjetër. Ose ti do ta hedhësh në treg që kur tjetri të vi me logo më të fuqishme se sa ty, ta hedhësh në treg iden që shikoj se ne jemi pa logo, se ne jemi partiak, jemi qytetar. Mund të jetë ose mund mos jetë vërtet. Ore zotri, unë do vetë te protesta Adriatik Lapajt. Nga të gjitha protestat, unë kam për të vajdur. Ka vajdur e kam taku Adriatikun, bashkë me grupin e vetë. Por, fakti që unë do vete të mbështes një nga protestat që po bëhet, me prezencën time, nuk do të thot që unë jam një imenje me ty, o vlla. Po pra, këtë e mundëson heqja, po këtë e mundëson heqja logos pra. Ndërsa unë, po të shoh një protest. Fare më vlla. Një logo e dua, nuk i bashkohem valla, mund të bëj me logo naziste. Fare. Unë tek Adriatiku vete se kam njerëz të ngjashëm me mua, o shok. Kam shok të mi të fëmijërisë, i kam parë atje. Një shembull që ka logo. A u ankuam. Çfarë po thot ky valla, se s'po e marr vesh. Po pra, problemi është kur partia vë logo sepse bëhet selektive për ata që i bashkohen protestës pra. Ore, prap të bie ty argumenti e zotri se ky pa logo s'po mblet dot më shumë se 30 vet. Që të ma hedhë si argumenti mo, po na prish pun logoja. Nuk është se njoni po vete aty Shqipëria se s'ka logo. Këta janë grop të gjitha vlla për njerëz. Partia ka detyrën t'i hapi derën. Ka detyrën të hapi derën, njerëzit mund të vinë me logo, pa logo, mund mos dalin kurrë më vlla. Ç'lidhje ka? Njerëzit mos dalin kurrë pavarësisht çdo gjë që ndodh. Po un po them që është ç'është mirë, ç'është keq për të mbajtur derën hapur. Jo a do hyn apo s'do hyn njerëz. Un po them dera do të rri hapur, po doja po vuri logo, nuk ka derën hapur për gjithë. Bëja pa logo, un nuk po them që po e bëre pa logo do dalin 1 milion veta. Mbasi s'del asnjë, mbasi s'vin as ata të PD-s se ashtu i thot mendja që ju dalin. Nuk po dalin o zotri. Po te di, logoja janë vetë partiakët. Kur flet. E di kush është logoja e partive shqiptare zotri? Fytyra e liderit. Atë do ma morë nga goja. Atë do atoja. Kur shef Adriatik Lapën, shef logon e Shqipëria bëhet. Kur shikon Sali Berishën, shikon PD-n, po pe Edi Ramën shikon PS-n, po pe Agron Çehen shikon çka ka atë mundsin. Një shkrim mundësia. XYZ pra ti shikon njërin edhe thua dalë se çka ka partia. Po. Pikërisht pra.
Nuk ka të bëj logo jo më. Shko atje pa logo, ti fytyrën e këtij personit e ke logo. Kaq. Çka ka këtu për shkenca për? Nuk ka Po, shkencë thirrja- këtu vlla, thirrja- domethënë është Shikoj. Neve jemi këtu duke folur për protestat kundër Ramës, ku po çedojnë, ku po gabohet, sepse nuk ka një frym proteste këtu, zotëri. Këta po frym nga frym veriu më. Këta po shkojnë si ajo E gjendja. vetmja protestë që ka qenë në Shqipëri që unë kam qenë pjesëmarrës vlla ka qenë për armët kimike. Në një moment të ditës, Fakulteti i Shkencave Sociale ku ishim neve bashkë me juridikun u bashkuam poshtë dhe u lëshuam të gjithë, u takuam me ekonomikun tek pjesa e Politeknikut që po vinte nga lart, vinin artët, vinin qytetarë që na bashkoheshin gjithë bashkë një du futur ulur aty vlla po këndonim. Po. Ajo është protestë. Nuk ikim që këtu pa u refuzuar ligji i armëve kimike. Ma jep një informacion. Sot u firmos plani për Smart City-n, qofse nuk e ke parë lajme, ose s'e ke kuptuar. Të mërkurën e kaluar u firmos ndarja e detit. Ka vajtur për ndarjen e detit, po flet njëri këtu. Qa opozite kemi? Qa opozite keme na? Ku i ke opozitare që po mbrojnë atë teon edhe detin ton? Logo pa logo, ku i ke? Ku i ke më të? Nuk i ke. Se janë gjithë shit, Çështja janë gjithë vetëm tradhtar. unë kam humbur besimin të denoncimi i çdo gjë që ndodh, madje mundësisht po doli një ja fuskot. Lezëm nesër del një vjedhje, 50 milion, zbulohet, nuk ishte zbuluar, nuk e dinte asnjë, po themi, vërtet zbulohet vërtet, jo është mbajtur fshet. Unë nuk do e denoncoj në emision fare, zero. Është pa vlerë. Nuk i bie më në vesh njerëzve fare. Pra nuk është më konstruktive, kur nuk është më konstruktive, unë e nxjerr se nuk më vlen më. Nuk më intereson. Pse nuk i bie në vesh? Pse nuk i bie në vesh njerëzve më? Sepse kanë humbur shpresën dhe në denoncimet që ka dhe një gabim strategjik nga Ku e ka opozita që ka numër shumë të lartë denoncimesh në raport me propozimet. Gabim strategjik, ndërsa shpresa është ta harrojmë opozitën, dakor, rrim te Harroje pak opozitën Po. dhe ndikimin e tyre. Pse kanë humbur populli shpresën te denoncimet? sepse bëhen denoncime dhe nuk jepet zgjidhje. Dhe e kemi humbur pse perceptimin nuk jepet e kemi zgjidhje? humbur perceptimin. Pra Pse? ku vjen 10 milion themi, mirë. Si çdo muaj. Po pse e kemi humbur? Pse e pranojmë? E varja u vodhën këto, s'ka gjë. Qofshim shnosh, ne do vidhen prap tjera, s'ka gale. S'kemi shpresë pra. Pse? Po pse s'kemi shpresë pra? Po se i kemi parë me sy, jemi tradhtuar shumë herë, nuk ka nesur shumë gjëra. Nga kush? Vazhdon vitet nga partitë Si? politike. Jo, s'ka të bëj fare me politikën. S'ke as i dherë drejtësima. Ç'na intereson ne kë burgosin këta, ne na duhen lekët që kanë marrë këta. Zhvati më zhvati, lekët merja Politika mbrapsht, është kjo. edhe hidhi aty poshtë, hidhi aty poshtë në lan. Jo, kjo është drejtësia, kjo është drejtësia. Kjo është drejtësia që s'ka funksionu këtu. Prandaj e nisa, po jo për Shikoj, çuna ka diçka. Unë kam diskutuar edhe me njerëz cilët janë në sistem. Në qoftë se ti thua u vodhën 300 milion euro, një shqiptar mesatar nuk e ka haberin se çfarë është 300 milion euro. As ka ta pas. Sa u As ka vodhën për ta xhepit, pas ndonjëherë sa duhet, shumë. Sa i rëndon xhepi. Bravo. Domethënë këtu po i preket e $700, e $1000 që ata i kanë parë, ja te $5000, Po aty preken direkt. aty preken direkt vlla. Po i theti 300 milion, ai e ka konceptin komunist me shtetin, me ujin dhe me zjarrin mos u merr. Po. Ka qenë shprehje kjo. Ne kemi gjuar nga prindrit tan. Me qeverin, me ujin dhe me zjarrin nuk bëhet çaka. E shikon si janë indoktrinuar në Shqipëri Tedi, mos e përmend shtetin, nuk del dot kundra shtetit. Ma thon mu familjarët e mi. Familjarët e mi, jo prindët e mi, jo, po familjar. që kanë Trumpi i ka liru nonën, i ka liru nonën Amerikës duke i fitu gjyqe shtetërore. 34 mandate. Me Roy Conin, çaj Po. ka qenë 34 gjyqe kundër shtetit. po. Po flasë për një shtet serioz vlla, me gjykata, me gjyqtar, me prokuror që ta sillin dosjen këtu. Atë fitoka kundër Amerikës një njeri. Këtu mos u merr me shtetin. Këtu vetë apo kemi ardhur në pikën që duhet dalim në luftë kundër qeverisë. po mirë vlla, hajde ti i pari na pri bato se po shkrepim edhe ne pas teje. E di sa kam gjuar unë kështu vlla, do dalim luftë, do dalim luftë. Nuk Jo, është ishte zgjidhje pyetje lufta, me se dy alternativa. nuk duhen vrar bi nëna shmë, se boll nëna kanë qarë në Shqipëri për djemtë e tyre. Boll po qaj nëna tona se po ikin djemtë edhe vajzat jashtë.
edhe ti vrasim tash. Kemi luks neve me hum popullsi. 1.800.000 banor. S'kemi luks ne vlla me bë luftë. Po nuk po them të Lufta jon duhet të jetë shpirtërore vlla. Çfarë do thotë shpirtërore? Lufta jonë e parë është me arsimin. Në qoftë se neve duam të luftojmë këtë lloj sistemi bastard, ne duhet të arsimohemi, të vetë arsimohemi. Të jemi autodidakt. Pra mos themi ç'më duhet mua filozofia, ç'më duhet mua matematika, ç'më duhet mua kjo, se vetë e blej provimin. Jo, ta mësosh për vete. Domethënë, në një moment që shqiptarët kanë për të kuptuar respektin ndaj vetes, që do të thotë ti duhet plotësosh veten tënde një herë, që të bësh qytetar i mirë, atëherë mund të krijosh ti një lloj standardi politik. Kur ti nuk ke një lloj standardi qytetar, çfarë standardi kërkon ti në politikë? Në fund ditës politika është projeksioni i shoqërisë vlla. Po. Dhe kur ti je jashtë se kupton atë sepse ke ngel idiot dhe ignorant gjithë jetën për këtij sistemi arsimor që të ka mësuar ty ta blesh diplomën, ti s'ke për ta konceptuar kurse ç'a bëjnë këta dhe pse ligjet janë pro atyre kundra nesh. Dhe ky është problemi kryesor. Pastaj përdorin rendin këta, policin kundra nesh që dalim në protesta për të drejtat tona, dhe gjoja nuk kemi të drejtë neve të sunojmë kundra shtetit, sepse janë indoktrinuar shqiptarët e Shqipërisë që në kohën e qepës që mos bëj lojra me shtetin, nuk fiton dot kundra shtetit. Kur ke të drejtë ti, të thonë këta, nuk ke të drejtë, ç'të drejtë ke ti? Të hash ti me shtetin. Kush je ti, kush t'pjerë ty thon? Kjo është pra vlla. Kush është shteti? Më shteti punon për mua, shteti punon për ty, shteti punon për këtë, shteti punon për popullin, nuk punon për veten, nuk punon populli për shtetin më. Këtë do ta kuptojnë shqiptarët. Çfarë shkencë këtu për të kuptuar? Unë punoj për shtëpinë time. Shtëpia ime punon për mua, më mban. Ka një tarat, ka ca mure, është mbrojtja ime. Kështu është dhe shteti dhe populli. Populli ka rënë dakordsi para 3-400 vetësh që ka formuar konceptin e qeveriviceve. Dhe qeverisjet kanë arritur që ne jemi më të aftit, një grup selektiv, për një grup masiv, jo ta komandojmë, por ta mbrojmë dhe të mos e lejojmë të vazhdojmë në barbarim, si quhet, barbar. E kupton? Në barbari. Po. Në barbarizëm. Barbarizëm. Në Amerikë, për 3% taks, a 2% se mbaj mend shumë mirë këtë, ai babaxhani amerikan i zhduku ata red coats. Te di historinë. The Boston Tea Party. Mban mend revolucioni i pavarësisë për atyre erdhi, se taksai mbreti. Këte po, kokës amerikanëve. Oh, pavashi çik ti tha. Ne po na bie bretku këtu, e ti taks. Ne skemi, prandaj është ajo shpreha. Që është hapur, më thënë, shteti amerikan është krijuar për mos pagu taksa. Do të thënë Amerika 13 kolonit janë 13 kolonit, ajo mund të jetë forma më flagrante e protestës kundër një sistemi. Pra po ikim, po kolonizojmë një vend tjetër që mos të jemi nën hyjçmin tuaj. Po. Dhe ka ndodhur lufta e pavarësisë së Amerikës, ka ndodhur për taksën e çajit. Për 3% më. Për 3% mos ka bëj 2-3 diçka e tillë. Kurse ne po na vjedhin 50 milion, kjo tjetra me 300 apartamente. Ku i gjeti më burr kjo? Ku i gjeti këtë pasuri kjo që të bëj 300 apartamente? Ja ka lënë gjyshi. Ç'a thua më? E disa pisliqe ka me këto pasuritë e paluajshme. With real estate here. Se ke iden sa pisliqe më, i kam pa vetë me sytë e mi. Nuk kam dosje më files, i kam unë celularin tim. Që i kam parë jam çudit. Edhe unë i di shumë mirë këto gjona. Dhe kur ja them ish kolegëve të mi, thonin po ç'të duhet ty, bëjmë ne lek. E si nuk Po nuk është ajo më, sepse rrjedh është nga lart kjo. Është dëm. Si? Nuk rrjedh nga lart e gjithë kjo. Po sigurisht rrjedh nga lart më. Po neve si popull kemi mundësi që ta ndalojmë atë rrjedhjen, ta bllokojmë atë vrimën. Ne po e lejojmë që të zmadhohet vrima, që të na mbysi neve ajujti, ajo rrjedhja. Po e lejojmë që të na zhdukit, na mbysi fare. Like a flood. Ore, marr përpara, na zhduk. Tani të rrit në simbolik, morëm shembullin në fillim që ndalon polici dhe shumë persona tentojnë ta korruptojnë policin. Po kemi edhe shembullin kur polici të kërkon para. Simbolik, jo konkretisht polici. Kur të kërkon vetë para polici,
Sa i polici për shembull nuk ka marrë rrogën dhe ka parë dhe shefin e vet që ka kapur një 3-4 rrëfshjete dhe thotë ai shkret kap edhe unë. Shefi vet ka parë atë më lart sa vetja vet, e kështu me radhë. Tani nga krau tjetër unë them me të drejtë, ora ja dolëm një ditë bukur, ne jemi të gjithë të edukuar. Mbi çfarë garancie kjo edukata jonë që nuk do shitemi më ne, do ta kemi vlerën e vetes, pa nuk do t'i vëmë çmim vetes, do kemi çmim të pafund për veten tonë, do ta rregulloj situatën. Kur ajo do vazhdoj me kalimin e kohës, do përfundoj prapë tek e njëjta pikë ku jemi ne sot, sepse do vazhdoj nga lart, do rrjedhi e njëjta gjë. Dhe unë them zgjidhja vetme në këtë pikë ku kemi degraduar ne si shoqëri është vetëm me protestat masive, jo më me evolucion, është revolucion. Mbas revolucionit duhet evolucion që mos kthehemi prapë te kjo pikë. Patjetër që po, se po të bëhet një revolucion, po të vi Zoti ta heqë Ramën, e të vëri dikë të ndershëm, ne me këtë kulturë që kemi do ta nxjerrim prapë një Ram tjetër. Me këtë jam dakord. Po, ama këtu bjem dakord, po. Po, ama sot nuk jemi në fazën ku nuk jemi në fazën e edukimit. Pa janë dy faza që kanë një radhë. Dhe për mendimin tim faza tani është revolucioni. Faza tjetër është mos të nxjerrim Ramën tjetër. Pra ka një radhë. Jo edukimi dhe pastaj ndrimi i saj. Jo. Po çfarë mund pretesh në një dialog, nuk e di e ke parte biografia e si quhet ai Jim Morrison. I The Doorsave. I vjen një dashnore e vet, gazetare e famshme dhe kishte ngelur shtatzan. Ndërkohë që ky ishte i martuar. Edhe i thot, kam ngelur shtatzani, thot Jimit. Abortoi, thot ky. Si ta ti që ke bastard, si ta abortoj një fëmijë çfarë faje ka mund e gjitha me radhë. Çfarë mund të dali tha nga një prostitut si ty dhe nga një monster si puna ime? Dhe eksaktësisht e njëjta pyetje është, çfarë revolucioni mund dalë me i popull debil o vlla? Një regjim akoma më i egër. Dali dhe më keq mbase. Dali dhe më keq mbase. Ka zgjidhje tjetër. Po mirë, neve i kemi prishur, i prishim. A kupton qa? Jo, s'ka lashat e gjitha, se s'ka ardhur dita e gjykimit akoma, qa këto lashat e gjitha. Qofse do me ndryshu vlla, ule zverkun aty, ule prapanicën, djerësi du deri në luket brekve, puno për veten tate, puno për familjen tate, puno për kombin tat, që pas 30 vjetësh, 40 vjetësh, fëmijët tanë t'jenë zotët për me ndërtu Shqipërinë, se neve na mori fera uratën, neve s'kemi për të ndryshu ndonjëherë. Jam 32 vjeç, unë jam mes krizës. E po punove ndershëm ti sot do largohet kjo qeveria. Jo ti. Si? Ti ne. Absolutisht po vlla. Absolutisht po vlla, sepse nëse ti punon ndershëm dhe ai tjetri e shikon që ti punon ndershëm një lloj si puna e tij, kur të vjen dy policia për të bërë shantazh mblitet tër lagja. Po. Këtë ka bërë Amerika me sindikatat. Po, a nuk funksionon qenia njerëzore që ti sot punon ndershëm, ai komshiu jot punon jo ndershëm, ai merr më shumë se aty, ti vazhdon punon ndershëm 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë dhe pastaj thua ore edukata punës nga ky shtet ambient i formuar. Tedi ndershmëria është vokacion, Tedi, po punoj ndershëm edhe kur të gjithë vjedhin. Se jeti hajdut, nuk duhet bëhem unë hajdut. Sepse unë ty vlla, kur je hajdut shikoj me përçmim, nuk shikoj me ndonjë adhurim. Është çështje vullnetit a. Ti je duke vjedhur, unë jam duke punu ndershëm. Ti je me 3 vila, unë jam me shtëpi me qera. Po ti për mua je llumë vlla, je plehane. Me ty s'do ulesh akurr në tavolinë. Miliardat keshte. Sepse nuk je niveli im vlla, je shumë poshtë, je shumë pler, je shumë llumë. Po je pa vlerë. Je pa vlerë. Domethënë e vetmja pasuri që ke janë lekët. Po ato lekët si ti japin ashtu do t'i marrin. Edhe ndodh kjo parajsa në atë sistemin që kemi ne? Mund ndodhi kjo mund të ndodhi. Nuk është parajsma. Nuk është kjo që them unë, nuk është parajsma fare. Kjo është ajo normalja ma. Kjo është normë. Kjo është norma. Relativisht. Neve po kalojmë në një rrugë vlla. Neve po kalojmë në një rrugë. Te kjo rruga ka 8 shtëpia, shtëpia Tedit e Aldos e Shpendit. Tedi, Shpendit dhe Aldo mbase nuk flase me njëri tjetrin, po ato rrugën do ta mirëmbajnë me rër bitumin sepse të tre ikim në shtëpi vlla. Ka që thjesht është, ma, se marr vesh. Exactly. Është ka që thjesht e marrë të mira. Është vetëm ka që thjesht.
Mbaje publiken publike. Dhe jepi, sepse vetëm nëpërmjet pronës publike ti je vlerë pronës private. Ti e kupton se çfarë është prona. Ti e kupton që këtu nuk e ndjen shtetin si pronë, e ndjen shtetin si gjë tuaj, po ja fus shtetit, po vjet shtetin. Po ja fus. Po idiot, je duke e vjetur veten. Po. Edhe ti si shpend, çfarë nuk ke bërë deri më sot që kjo mos ndodh? Si? Çfarë nuk Ti e si bërë që mos ti si ndodh kjo? shpend, çfarë nuk e bërë deri më sot që kjo mos ndodh? Ti konkretisht. Cila mos ndodhe? Cila mos ndodhe? Ndërgjegjësimi i tillë. Çfarë nuk e bërë ti deri më sot që ky ndërgjegjësim mos ndodh? Unë kam bërë maksimumin e ndërgjegjësimit vlla, po unë heq dorë në momentin që idiotët duan të jenë të smur vlla. Do thot nuk është Sepse jam shumë i zënë me jetën time. Do thot nuk është. Jam shumë i zënë, jo vlla, jo. Po nuk ka, shikoj, nëse ti mua më vjen këtu dhe më jep argumentin, më gjeti mua zgjidhje. Gje vetë zgjidhjen ti. Zgjidha mund ty jetën. Fal, po zgjidhja jote nuk mund të jetë e përshtatshme për zgjidhjen. Ti e merr modelin, shiko modelin, për çfarë duhet të japun ty zgjidhje. Domethënë që këtu duhet mbaroj ky lloj mentalitetit, da dalin njonit na zgjidhje. Kush do dalë ty me zgjidhje valla? Ore unë kur vi këtu në punë, mendoj se vi për ty, e kam hapur podcastin për ty, për me boti lek, për me dhon ty lek, po në botë valla. E bëj për veten. Edhe ti bëj për veten, edhe ti tjetri bëj për veten. Kur të pasurohemi të gjithë, të bëjmë gjithë për veten, hajde vlla, ç'a na duhet? Po. Po Si kush nuk po e bën? Ti nuk e ke për të parë që i thua këto Populli, fjalë. populli. Dhe gjendja është kështu si është. Nuk po e kupton. Nuk e bën e vlla sepse populli ka qef të mashtrohet. Ka qef të jenë politikisht korrekt, siç po flisje ti në fillim, që shikoj se janë këta të rinjtë, po këtë se duhet jemi kështu, duhet jemi ashtu. Kanë qef këtë lloj modelit, t'ja futesh ëmbël. Ky popull vlla e do pa shpalla, po e do ëmbël, jo me dhun. Më gënje çik bukur thot. Si pun atyre plakave 80 vjeçe që janë nëpër burdello dhe më thuaj çik që janë me bukur, se më kujton kohën e luftës dytë botërore, kur vinte generali gjerman. Edhe ti detyrohesh, po je shumë e bukur. Takon një vajzë, edhe ti je shumë e bukur. Nuk ka vajzat të shëmtuara, ka vetëm kirurg plastik, cilët nuk punojnë mirë. Është e njëjta gjë vlla. Duan të gënjehen. Shkojnë te doktori, si ma thaj mua që kjo grafia s'm ka dalë mirë. O zotri, shko meru me grafin se ke smundje, parandalon smundje, mos u merr me çfarë tha doktori që s'gënjeu ty. Po. Vjen mësimi thu, je për 4, po si ma theti mua që rënd, je për 4. Po jenë gelsme, si ta them. Qa them unë ty? Duke e thënë duhet iki Rama, po ti mbron Sali Berishën. Thua ti mua po më rruhet për Berishën apo për Ramën apo për gjitha. Mua më intereson vetëm baba dhe nona në shtëpi, o vlla. As Berisha, as Rama sot vdesin qesh. Për të dy. Seriozisht e keni, e kanë, e kupton ku merren njerëzit. Ne jemi të detyruar vlla, jemi trapped in the rabbit hole. Këto alternativa kemi. Sali Berishën, Edi Ramën, Adriatik Klapaj, Arlin Qorin, Endrit Shabanin, këta kemi vlla, Gron Shek, këta kemi prodhune si popull. I thu këti populli lexo, bon profesori, bon si zgjuar kot, bon ky, me emrin shpend fluturaku, na jep mend ky. Lexo mër, idiot, o debil, lexo. Lexo mër, o kafsh, o analfabet, lexo se ke për veten. Ti do më japësh mend mua? Mos e parko makinën dyshe, o kafsh. Pse ma ke bler ti makinën? Pse të kam bllokuar ty? Se të blokova ty rrugën unë. Mos e rrif gruana. Pse? E jode asha? E komplimenton për qenin, nga e diti që qeni është familja ime. Ti thu ta kesh me jetë vjen tjetrit, hun, tot, ka ofendonte. Njerëz që rrihen për një vend parkimi. O e vritë. Vritet vllai me vllain për tokën që se ka as vetën, ja ka dhuru baba. Edhe ti më thu mu tash, jo po qa s'bën ti, a kupton? Unë nuk do kisha prit në një rezultat tjetër, nëse një popull tjetër do ta vijë në vendin e
në vendin tonë dhe do kalonte ato gjëra që ka kaluar populli jon. Nuk besoj se Fillove edhe ti në do linjë, bënin diçka tjetër. edhe ti në linjë, e diti se ka qenë Suedia, ti djalosh, që na del to me këto deklaratat që Regjimin ky e Enver popull i Hoxhës vojtër nuk e ka gjitha. kaluar. Suedia i dashur deri në 1814 ka qenë vendi më i varfër dhe më i prapambetur i Europës. Më i varfri. E di që janë 200 vjet për shtetet, as si llogjoje, sa 2 vjeç për fëmijën. Suedia sot është bërë standard jetese për tërë botën, ti pse s'e bovlla? Që ta kanë bërë kollaj vetëm kopjoj. Ka klimë të mirë Suedia se sa neve. Ka ushqime më të mira. S'ka pra vlla. Na pas ka jo, në një popull suedez Enver Hoxha nuk ekzistonte kur. Kjo është. Pse nuk i shikon nga kjo lloj gjoje ti? Po na shikon jo po se kemi vojtur në Enver Hoxhën. Po ajo nis kalojmë të pranëria Osmane dhe kalojmë në shumë histori të lashtë, se nuk është se patjetër, po të vi Enveri sot në Suedi bëhet as nuk rrëzohet, patjetër. Po. Nuk kishte shanse, o zotri. Enver Hoxha është krijuar në një periudhë kur komunizmi po përhapej si trend. Ishte më thënë ti ishe komunist në 40-ën, ishte si ti jesh gay sot, a kupton? Ti jesh celebrity. Je i privilegjuar, shikohesh me atë syrin, ua që ka gay ky, që ka shumë interesante. Duhet parë kjo gjë ndryshe. Ose gjini e paditur. Gjini e paditur, they, she, them, for. Qa janë këto pisliqet, a kupton? Sot je ylber, nesër je hëna. Sot e ke shok, nesër e ke shoqe, pas nesër të bëhet grua, a kupton? Më thënë, kjo lloj trendi ka qenë 40-ën, ekuivalent. Ti ishe komunist. Pse nuk e kapi Suedin komunizmi? Pse s'kapi Greqin? Pse s'kapi Greqin? Pse s'kapi Italinë? Pse nuk kapi Amerikën? Shkove çik larg aty. Amerika, në Amerikë, vite 40 është bërë luftë kundër celulave komuniste. Po. Nxjerr Roosevelti, nxjerr Lucky Luciano nga burgu, i jep të administroj portet në këmbim të egzilit, që ti kës si qili për mos të kthyer më këtu, burgimi përjetshëm zotria, a kuptoni ku vete presidenti amerikan, për të luftu komunizmin që është e keqa e 200 viteve tashme, do të merremi me këto gjëra që kemi këtu që ta zhdukim. Tek libri Kadri Cakranit, të vërtetat e luftës time, thot vetëm 400 veta ishin komunista në Shqipëri në fillime. Ti vrasim të gjithë. Jo, tha. Ballistët, jo se nuk do vrasim më bin nënash ne. Po. Nuk do Pra ata 400 veta që nuk vran vlla, janë efektet tona u vra ky shtet edhe ky popull për 80 e kusur vjet. Pra ata 400. E kupton peshën që kanë dëmtuar ata. Këto janë çështje karakteriale të një populli, ë? Nuk është diçka që pra edhe po të dilnin këto fjalë që thua ti ti i thonin edhe mediat më të mëdha, nuk është se do shpresoja në një ndrim të madh karakterial. Ajo është çështje që kërkon breza për të ndruar. Tani, ajo që ne na mbetet për të bërë është përveç se të themi sa breza duhet të presim ne që të ndryshojmë. Po nuk e di, nuk është çështja sa breza duhet. Te di, unë e shoh kështu. Çështja është se ne duhet, po, më thuaj. Vazhdo, mbaroj fjalin. Çështja është se kjo, siç kemi këto pjesë karakteriale, të cilat na kanë çuar këtu ku jemi sot, sigurisht kemi edhe pjesë të tjera karakteriale aktuale, të cilat po t'i përdorim ndryshe, do na çojnë diku tjetër, sepse nëse ne flasim vetëm në këtë mendësi, ne nuk kemi negociat këtu. Ne vetëm marrim atë dokumentin imagjinar dhe firmosim që ne nuk bëhemi. Dhe hajde ta lëm, boll të lodhemi se kështu e kemi karakterin dhe kështu jemi sot. Sot s'kemi shbëm. Sepse se si qysh tek s'ka rëndësi, ka ndodhur çka ka ndodhur, jemi këtu ku jemi, nuk bëhemi. Edhe e lëm fare. Tani, kjo është një opsion ekzistues, patjetër. Një opsion tjetër është që këto pjesët karakteriale ti përdorësh në një mënyrë më inteligjente. Jo ti heqësh, sepse nuk mund të pretendosh ti që ta heqësh. Nëse un kam kemi njerëz për t'i përdor. Nëse un jam A. Po kemi më njerëz që t'i përdor. Nëse un jam A dhe ti më thua duhet bëhem B, un nuk bëhem B. Mbase bëhem B, mbas 30 brezash. Ama nëse ti këtë anë thua ore këtë anë mos e provo kështu vëlla, provoje nga krahu tjetër, këtë edhe mund ta bëj.
Tani ne nuk po bëjmë këtë, ne po bëjmë parë. Ne po themi jemi A do të bërë B. shqiptar- Jemi A do të bërë B, e lëm fare, Shqiptar- nuk s'bëhet B, nuk bëhemi B. Nuk ndryshon dot Shqiptarët e ashtu. Shqipërisë tonë ty kush e ti më thush ti mu se ta rrotulloj anë. Ky është problemi. Nuk ta Kjo pranoj. është pjesë karakteriale që duhet gjetur si do përdorur pra tani. O, zotëri. Cili është konkluzioni yt? Në qoftë se ti e di pse Në neve Itali. kemi përfunduar në këtë lloj drejgje. Ta them unë pas pak. E di Okej, pse ma ja ta thot, them unë fjalin mbyllse dy. Ne kemi Jo përhyr, mbyllse. kemi hyrë në këtë lloj drejgje, I kësaj që më the. mbyllse se vajti një orë gjys. Në rregull. Ha. Arsyeja sepse neve jemi në një lloj vakumi total intelektual, politik e gjitha me radhë, sepse neve kërkojmë zgjidhjen aty ku nuk është problemi. Dhe kemi kupton probleme ti? për çdo zgjidhje. A e kupton ti definicionin të kërkosh zgjidhjen ku nuk është problemi? Në qoftë se neve zotri nuk e shikojmë që të hapim arkivat, e të shikojmë tezat e Çubriloviçit, të cilat sot janë të zbatuara dorë më një, pas 150 vjetësh, shkatroi arsimin dhe mjekësinë, zhdukja utrurin shqiptarëve se ngelen të dobët. Dhe neve kemi përfunduar në disa qenie gjysë neandertale, të cilat artikulojmë një gjuhë të vjetër, që është e turshme ta flasim neve. Ky popull është turp që të flasi shqip vlla, një gjuhë aq të vjetër, ta flasë ky lloj populli i cili është më poshtë se sa Nepali, ja kuptoni? Se meriton. Është Nepali përpara neshme, është e tmerrshme më. Ata janë për të përgëzuar në fakt. Ata i tërhoqën zvarma. Neve, e kuptoni, kjo shoqëri është e smur që kur plumb pilin që ka 20.000 shikime. Se gjithë budallën që kanë budallajnë. Sepse budalla shef budallën. Shikojnë e diramën, vlla. Dihet e opinioni. Se na plasin neve se po del Rama aty. Rama duhet këtë frika neve. Rama tallet me neve, tall gajden me neve, shok. Me gjithë parti, jo vetëm ai. Janë 300 apartamente, është bë 6 orë komision, sot nuk është hequr mandati, po ta kërkon gjykata, o zotri. Ti më thu mu, jo po, jemi populli i vojtur neve. Po si ka mundësi që e ha gjithmonë ti si popullë? Po pra, po unë po them jemi popull i vojtur dhe duhet të përdorim këto specifika karakteriale në mënyrë pozitive. Se kështu si e thua ti, ai që të dëgjon thua, ai që të dëgjon thot, po, Shpendi ka drejt, s'bëhemi ne, po e lëm fare. Këtë përshtypje jep ti atij. Shpendi nuk po thotë zbëhemi. Nuk po e Po thot dhe neve na Shpendi, plasin nuk po e se- thot Shpendi. Edhe neve na plasin se si e kupton tjetri, seriozisht e ke di. Unë nuk e di për ty o vlla, do të lumturohesh në fund të jetës si Nën Tereza, po unë nuk dua të lumturohem si Nën Tereza, nuk dua të jem shëngashi vlla. Du me pas 5 ditë bardha, e të kem disa para më një anë t'i gëzoj me grune me fëmijët e mi. Nuk m'intereson mua vlla, po të kisha bërë ndryshimin që të veja ti manipuloja, se shqiptarët janë aq idiota sa nuk e kuptojnë ku është ndryshimi midis manipulimit dhe të vërtetës hidhur. Po t'ishte për të manipuluar, ta siguron Shpend Gazhi që djalë në Republikën e Shqipërisë që të ketë fjalën manipuluese me aftësi më të madhe se sa unë nuk ka vlla. Po t'jetë për të manipuluar. Unë zgjedh flas troç sepse nuk du klikime, nuk du shikime, nuk du me qenë unë mesia. Dhe njerëzit shkojnë tek ata që i gënjejnë vlla. Bujrum, ec, qarkulloni, më zhdukni. Sepse sot marri fund Shqipëria vlla, unë ditë thënë vetëm një gjë, unë punën time e kam bë për kombin. Patriotizmi. Patriotizmi as nuk është të organizohesh, as bësh festa, as të ndash plaçka, as i lloj gjoje. Patriotizmi është të ulësh bythën edhe të punosh për veten tande, në radh parë për familjen tande, sepse shteti, kombi nuk kanë kuptim pa familjen. Një popull i cili del fëmia jot nesër do t'i vi Gjeni Karaj, thoj ti mund ndjesh femër, mashkull, kal, gur, qen. Dhe ti nuk ke fare as i lloj reagimi për fëmijën tat, që kur ka humbur është vrarë dashuria e prindit për fëmijët dhe anasjelltas, ky kom ka vdekur vlla. Kështu që neve sot jemi në funeralin e kombit ton. Dhe do shikojmë homazhet. Këto protesta që shikoni juve, që do t'i ndiqni juve me interes e media dhe gjitha me radhë, këto janë homazhe. Janë homazhe. Na ishte njëherë një komb.
Po pse... Sepse ka vdekur vlla. Ka vdekur vlla. Ka vdekur ky komshu. Kam një pyetje për diçka, se ti them të vërtetën e hidhur, po pse dikush që beson se ky komb mund të bëhet, mund ta besoj vërtet ai. Unë s'po them që do t'i mashtroj njerëzit. Çfarë të keqe ka kjo? Po mirë shkon kisha e ti bashkë me atë që ta thotë. Jo, mund ta besoj vetë. Shko dhe ti. Po iko teti mos më bëjmë këto argumente, o teti mos ma ul nivelin. Dashka ky po mos ma ul nivelin e diskutimit tani. Dikush dikush edhe mund të masturbohet ma. E duke menduar që po masturbohen për të mirën e Shqipërisë, çfarë është ky argument është ky? Po ty s'të duhet ai, të duhet ky që mund të jetë patriot nesër dhe mund të punojë sepse ka besim. Nuk ka patriot fake, o vlla. Nuk ka patriot që të ndezun. Po s'tash fake. Pse fake? Nuk të ndezun ty, o shoku. Për patriotizëm nuk të ndezun. Do ta kesh brenda teje. Po pra ai e ka brenda vet, e ka brenda vetes ti dhe beson si patriot që është që ai vend do të bëhet me gjithë këshillat që ka. Ai ka një besim të mirë dhe do punoj për vendin tani. Çfarë të keqe ka kjo? Si do të punoj? Si do punoj? Bravo, edhe neve do punojmë bashkë me atë. Po si do punoj? Si do punoj secili individ pra tani, nuk po marrim rastin specifik të një individi si do punoj, varet çfarë jetë ka që si do punoj. Po ta kem përballë mund të ta them si do punoj, nuk e kam përballë. Është shembull. Aldo do më thoje një fjali të fundit për mbyllje. Po, për atë që po nisje ti për brezat. Ose për çfarë dëshiron ti ta thuash. Unë për veten time kam një pikpamje komplet ndryshe ku vjen puna për vuajtjet edhe brezat. Unë them, mjaft ka vujt gjyshi im, mjaft ka vujt babi im, mjaft ka vujt mami im. Vllai, unë s'kam për të vujt si ata. S'kam për të vujt unë si ata. Absolutisht jo. Unë prandaj jam këtu e prandaj fole, prandaj po luftoj në mënyrat e mia, sepse s'jam të vujt unë si ata vlla. Mjaft kanë vujt dy brezat e mi. Përse të vuj unë më për ça? Për këtë shpifësirën që të gëzoj 300 apartamente, apo për këtë tjetrin që jep firmat edhe fuqinë asaj. Përse të vujmë ne për ça? Të luftoj unë për fëmijët e mia. Po s'du me bë fëmijë, na. Çaj bie, dorëzohem unë. Të jap të drejtat këtyre. Të presum tash që kur të bëhet fëmia im 30 vjeç, të ketë ditë bardha. Po du me jetu unë ditë bardha më. Du të jetoj Gashi ditë bardha. Du të jetoj Tedi ditë bardha. Kushurit e mi. Pse më të presum për fëmijët e mi? Pasaj, kur të vinë fëmijët e mi, ka mos ashtu ka vujt babi im. Ashtu ka vujt gjyshi im, stërgjyshi im. Pa ecë se s'ka gjë, do bëhet më mirë. Jo më tet, jo, today, not tomorrow. Për fëmijët e tu, e marrësh. E kuptoj. Po today më today, ose yesterday më mirë. Jo nesër më. Jo shembull më, jo të bëhet shembull për fëmijët e vet më, ti rrisi si duhet fëmijët e vet më. Si mund të rrisi një babai i përçudnuar fëmijët saktë vlla? Po. Ore nëna do duhet pa kushte të rjetën, babai dashurohet only under conditions. Burri. Po nuk shkove t'jesh i pari shpisti dhe gruaja jote nuk të pranon krevat o zotëri. As fëmia jo nuk të do më, ky është ligj natyror. Jep. Do t'jesh alfa. Duhet t'jesh alfa. Ky është dënimi që na ka dhënë neve krijuesi. O je alfa, o ik qarkullo. Pse është shef si dënim? Nëse ti s'ke fajse, ta brezat e rinë tash edhe babin po ta keme fustan, ne pranojmë po. Ore, atë po them pra. Si jemi, nuk hym tek ajo. Shembull pozitiv. Pa shu duhet me ndojnë të gjithë brezi jo, no Tedi. Mjaft ka vujt gjyshi jot e babi jot, o Tedi. Pse të vujnë më, për çfarë të vujnë? Ma jep një arsye pse të vujnë. Më bind mu tani ti dhe gjithë diaspora mu të më bindi se shqiptarët e Shqipërisë nuk i përfill fare. Më bind mu tani, më çon një koment dikush që pse unë do të pranoj vujtje. Dhe pse prindët e mi duhet kishin vujt, dhe pse gjyshi im duhet kishte vujt që ka punu 44 vite për këtë shtet, për këtë Shqipëri, ka dhonë jetën, pjesën më të madhe të jetës vet, me gjake, me kocka e me ka rreziku jetën e të dëgjosh historitë që di unë për 97-ën, edhe për luftën Kosovë, edhe të më thush ti mu, ose të thoj dikush mu që jam gabim, ose s'ka mundësi të më bindi që unë nuk duhet luftoj, ose brezi im duhet i bindet këti lloj sistemi qeveritar. S'ka shans më, s'ka kur.
fuqia e më sipër me zbresi poshtë nuk më bing dot. Për çat vuj më vlla? Më jep një arsye, më jep një shembull, më jep një pikë. Për çat vuj unë? Ku kanë vujt 2 brezat e mi përpara. Shtrëgjyshi im ka qenë patriot, ka luftu, ka rreziku jetën. Unë kam brez, pas brez. Tiranë spuro më. 400 vite me krenari më të madhe. Edhe do I binte mund këtyre moracakëve, e këtyre hajdutëve, kriminelëve, xhepistave, këtyre bastardëve. Never, man. Never. Jo, me këtë jam dakord. Jam plotësisht dakord. Po Pra si vlla, dakord? E gjithë diaspora duhet të jetë dakord. që ti vendosim pikat mbi sh se mbi I vendosëm, është çështje mentaliteti dhe është çështje vetbesimi dhe është çështje dashurie për veten vlla. Ne vetë dashurinë kemi të dhunshme si popull. Të dua mojqëne, a kuptonte? Pa ai që të do të rref. Të dua mojqëne, të rref ai që të do, jo ai që të rref vlla, nuk të do fare, a kupton? Është sikur thon, polici të jep gjop se të do të mirën tënde. Jo, më ai do lekët sepse I ka thënë e prori atij që du ka gjoba në fund muajit. Po beni, po të vendos gjobën sot që mos ta përsërisësh më nesër. Kush e ha më këto më? Si ha njeri, o vlla? Nuk e ha njeri. Ky popull ndash më quaj fatalist, ti e shumë tjerë si puna jote, ndash më quaj si njeri që vret shpreset e shqiptarët, unë thjesht jam kronikan I kohës, o zotri. Sta bëj do të bardhën të zezun se na mërzitet mileti. Sepse literalisht asnjë pjesë e ekspresionit tim facial tregon që I give a flying fuck se ç'mendojnë të tjerët vlla, se po më interesonte se ç'mendonin, do luaja ndryshe. Kështu që ky popull vlla gjallon. Thjesht ha, pi, ri, 10. Repeat. Nuk prodhohet as lloj gjoje këtu Si shumë. hamster in a wheel. Jo, Tu nuk prodhohet as lloj gjoje. Për të tashmen jam dakord me çdo gjë që ti thua, për aktualitetin dhe realitetin. Thjesht ajo që kam kundërshtim është vetëm për qasjen për të ardhmen, po jo për të tashmen. Për të tashmen kjo që thua ti është e vërtet. Nuk ose e thua ti ose e them unë ose e thot Aldo. Kjo është Po pse ç'a preti? O vlla. Ajo që çfarë do lloj gjëje që pjell macja do gjuhej minjo, zotri. Është shprehje shumë e bukur kineze. Çdo gjë që lindet nga macja do gjuhej minj. Dhe ky popull ka lindur nga ky popull. Edhe të rjetën si ky popull do jetë, zotri. Sepse ka prindër që blejnë diplomën e fëmijës, ka prindër që e mësojnë me korrupsion fëmijën, ka prindër që janë servila dhe servilizmin e mësojnë dhe fëmijës vetë, është zinxhir kjo. Tu trashëgohet korrupsioni, jo ndërshmëria. Trashëgohet korrupsioni, servilizmi e gjitha me radhë. Patronazhizmi. po janë, po nuk. E disa veta më thonë mua gash, po ti çka ke, mos fol, mos bëj, mos ashtu se. Për ditë, çdo ditë të Zotit mua më vjen një mendimtar që më jep mendje pa e pyetur, a kupton? Se ne kemi edhe mendimtar këtu, kemi shumë filozofa në Shqipëri, t'japim mendje për punët e tua, pa i pyet. Tani se jemi Po bëhet çik më kështu, bëhet çik më ashtu. Jemi në fund. Njerëzit do ta mendojnë vetë, le të reflektojnë, mund na lënë një koment, pse jo? Edhe për ju që nuk na ndiqni live, na ndiqni më vonë, lini një koment, qoftë në Trup Podcast Media, qoftë në ACTV, ku të dëshironi ju, lini një koment, lini një pyetje, lini një mendim. Okej? Mendimin tuaj. Email të hapur? Po. Po Dua nga diaspora, që të na dërgoj pyetje ose për çfarë duan të flasim ne për jetën këtu në Shqipëri dhe si na ndeshkon ose na ndikon kudo shqiptarët që janë, na dërgoni pyetje të lutem te emaili I podcastit që është gash info@truppodcast.media. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Unë ju kërkoj, ju lutem,
na dërgoni në emaili që sapo tha Gashi, pyetjet dhe çdo gjë që doni që të flasim në episodet e radhës. Dhe dy gjërat e fundit që unë dua të them, para se mos flas më për sonte. Teddy, se ti në Amerikë, e ke marrë vesh lajmin që Dan Bongino, the second of the FBI, dha dorëheqjen? Ja. Se dinje? Well, I'm honored to give you this news, fresh off. The guy is resigning. January he steps down, not because of corruption, not because of anything ugly, unlawful, or risky. He simply chose to step down because of personal reasons that I don't know, many people don't know. Kurse kjo e dyta e shtetit tonë kundërshton drejtësinë dhe kapet me korrupsion dhe nuk jep dorëheqjen. E kupton nivelin e politikës? Dhe ne duam të jem si Amerika, dalim atje në shesh me flamurin amerikan dhe nuk dim të mësojmë, të kopjojmë dhe të respektojmë ligjet e drejtësisë të shtetit që ne duam dhe shpresojmë të bëhemi. Ne nuk bëjmë dot një copy and paste. Ai është burr zotni. Është podcasteri më i famshëm në Amerikë dhe tashi që do kthehet prapë në podcastet e tija, kush e di sa do të shkojë shikueshmëria e tija. Po është burr zotni, është një nga njerëzit më të ndershëm që është rikthyer me kërkesën më të lartë të administratës Trumpit. Dhe pas 9 muajsh, zgjodhi që të tërhiqet dhe ta lej postin. Po jo për korrupsion, jo për shkelje ligji, jo për shpërdorim detyre. Por këta kapen, ekspozohen dhe këta kanë imunitet dhe mbrohen prapa ligjeve që kanë bërë për të pranuar krimin, çfarë populli jemi ne o Teddy. Dhe e dyta e fundit, a kemi në i lajm nga Shqipëria jonë e dashur për abetarët, vlla? Jo. Rregull, këtë doja të dija. Diaspora from Tirana with love. Ju duam edhe pse s'na doni mbase. Pa. Teddy, good night brother. Natën e mirë. Ishte shumë kënaqësi që e ndam bashk edhe sot edhe sot kohën me mua, me Ted Menen dhe me Aldo Rezhdën. Do na gjeni këtu çdo të premte në orën 8:30, 8 ose 8:30, varet nga lidhja që do bëjmë. Do flasim për disa tema, ka shumë njerëz nga juve që ndoshta nuk na pëlqeni, punë për juve, keni lloj-lloj gjërash tjera më interesante për të bërë se sa të na shihni neve. Juve që na keni ndjekur dhe na keni komentuar, jeni shumë të mirë. Ju duam shumë dhe bëuni pak më aktiv dhe na shpërndani, na jepni një lloj mbështetje sepse sot kemi nevojë për juve. Kur të rritemi të bëhemi si Joe Rogani, do fillojmë t'ju selektojmë. Juve dini që në kishën ton thuhen të vërteta të hidhura që edhe mund t'ju dhëmbin, por që janë të vërteta. Natë nga neve dhe na bëni subscribe në Trup Podcast Media Official dhe ACTV Albanian Community Television. Natën e mirë.